Kino! Jam Sali Berisha. O budallaj. Rritu shpejt të kapësh kokën e fishmit, se do të hanë të tjerët. Ue, ke parti në një krim të dali vetë nga molla? S'ke parë gjë akoma dhe kjo pasi shaka. Ej, Ta bëre. buqi, nga një ditë pushimi sot më kështu, të përgjithshme. Se nuk nxore gjë sot ti. Jo, nuk bëra gjë në YouTube sot, isha relax. Shumë mirë. Shumë mirë. Qa Po bëre? përgatitesha fund. Si? Po qa bëre si për relax? Domethënë. Brova këtej në përmalje kështu, në për kodrat që kemi këtej aktivitet fizik. Ku shikoja ca filma, ca gjëra, jo që PlayStation. Gjëra të zakonshme. Shef seriale ti plak? Jo, me thënë tani po shikoj Rick and Morty. Nuk e din që se ke parë, është E kam parë. si E do kam parë. je. Atë e kam, ai është me vërtet shumë i bukur. Ai është vërtet i bukur domethënë. Po ideja se pak njerëz e njohin, është fatkeqësi që në Shqipëri shumë pak e njohin domethënë. I njohin I guess, nuk është se kam bërë në një. Duhet të, nuk e di, mbase mund të bëj në një video në YouTube atë në diçka të tillë, nuk e di. E kam përmendur një në një video, mbase me vërtet nuk e njohin shumë do. Janë më shumë tek telenovela turke shqiptare, tek e Zeti. Disa personave që unë jam menduar t'ja shty me zor, domethënë kanë qenë kështu që ta trapin dhe shkojnë kuklla ne. Ku dish kuklla. Janë këto paragjykime dhe të fiksojnë fare për Zotin. Se shikoj një gjë të animuar, po ato janë kuklla, po jo se nuk janë kuklla. Qa di besh, hajte. Kështu ti zotëri, do nisim me sherin e tash. Do nisim me debatin më të mrekullueshëm. Shiko, kjo biseda jonë për Sali Berishën sigurisht e shkruar. Se para një 3-4 ditësh vjen futet Sali Berisha në TikTok. Edhe unë bëj një video kështu gallat, ishin ca fansa të Sali Berishës atje, menduan se unë po e shaja, e kupton? Edhe unë fillova të tallesha çik me ata, kështu, po që nejse. Ideja është nëse ka ndonjë nga ata që duan ta dinë domethënë çfarë mendimesh ka unë edhe ti për Sali Berishën, do t'i bëjmë një analizë Sali Berishës këtë video, se për mua Sali Berisha është një nga, po jo vetëm për mua, por për të gjithë, se kjo është pak, është një nga figurat më të rëndësishme politike që ka qenë të kohëve të 30 viteve të fundit dhe i vetmi që ka arritur të mposhti komunistët deri më sot. Që është figura më e rëndësishme, jo një ndër më të rëndësishme, është figura më e rëndësishme period, domethënë është fakt. Yeah. Po që këtu fillon mos marrëveshja, domethënë kur ti thuaj që është i vetmi që ka mundur komunizmin, është nuk e di plak, nuk e shikoj si pikë të saktë, të them të drejtën, se nuk më duket se është pikë e saktë që Sali Berisha ka qenë i vetmi, sepse Partia Demokratike është themeluar nga shumë persona ndryshëm, të cilët shumica e kokave ose e krerëve që duhet të ishin në pozicionin që ishte Sali Berisha, nuk ose janë me të shumtit, ose janë gjekundi në asnjë lojë politike. Kështu që është goxha e errët e shkuara e Sali Berishës. Për sa i përket mënyrës se si ai vendosi veten e tij në krye të Partisë Demokratike etj. Tani shiko, ka diçka. Unë, pjesërisht dakord me këtë jam, se pastaj domethënë do thellojmë më shumë tek kjo pjesa, po si fillim në një parti politike, në qoftë se dikush është në krye të asaj partie dhe për shembull shumica mendojnë që ka persona të tjerë që duhet të jenë në krye, ose kjo pastaj është edhe pak deri diku punë zotësie. Dhe
që të jesh ti në krye të një partie politike, normali që duhet të kesh ato aftësitë e tua, por në rastin ton duhet ta gjykosh edhe në kontekst. Atëherë, po e marr që nga fillimi fare unë, kur u bën zgjedhjet e para demokratike në Shqipëri, në 91-shin nuk ishin me 140 mandate, po ishin me 250, ka qenë një sistem kështu atëherë. Dhe ato zgjedhje i ka fituar Partia Socialiste, që ishte thjesht Partia Komuniste me emër të ndryshuar, dhe ajo parti fitoi me 200 e ca vota kundër 40 e ca që kishte marrë Partia Demokratike. E kupton, në 91-shin. Pastaj, nga 91-shi deri në 92-shin u bën protesta nga Partia Demokratike, nga Sali Berisha, nga të tjerë, dhe aty për herë të parë ka fituar në 92-shin, kur ja bën zgjedhjet e para, ka fituar për herë të parë Partia Demokratike me 71 mandate, më duket diçka e tillë, po një luftë shumë e ngushtë ishte dhe u bë sistemi me 140 deputet. Këtu në 71 fitoi PD-ja. Tani mbas kësaj ndodhi ajo që ndodhi e 96-s që u morën zgjedhjet me dhunë nga Sali Berisha. Tani këtu mund të ndalojmë sepse këtu ishte hera e parë ku u njollos figura e Sali Berishës. Zgjedhjet e 96-s kanë qenë zgjedhjet më problematike në Shqipëri, ato që dhe nga bota nuk është se janë njohur shumë. Pra, ato kanë qenë problematike, nuk i kanë njohur plotësisht. Dhe aty pastaj u njollos dhe ndodhi ç'a ndodhi, domethënë që u morën në dhunë, pastaj erdhi 97-a. Kështu që këtu filloi të njollosej. Por disa pikave, domethënë kyçe plak se Sali Berisha i fillon në 91-shin pas vdekjes allegedly të Azem Hajdarit, që ishte personi që ishte numër 1, domethënë që ishte nuk kishte shanse Sali Berisha të merrte pozicionin e kryetarit të Partisë Demokratike atij, e kupton? Jo, unë e vë në diskutim këtë sepse ai ishte, domethënë, ka qenë thjesht një student, më kupton, ka qenë një student, dëshirën e madhe për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë normali që e kishin, po kur vjen puna për të qenë lideri një partie, edhe vitet, edhe mosha kanë të bëjnë shumë, kupton, dhe kur je thjesht një student i cili sapo ka filluar edhe jetën si adult, e kupton, është pak e vështirë që ti të jesh të marrësh atë lloj të marrësh drejtimin e partisë, të jesh, më kupton, sepse nuk e ke edhe eksperiencën. Kështu që ka shans, kishte shans apo ai kur vrite ishte 35 vjeç plaku, nuk ishte 23 vjeç në 91-shin. Ai ishte ish student, e kupton? Kur ka vdekur ka qenë 35 vjeç Azem Hajdari, nuk ka qenë student. Okej, dia se më domethënë ishte pjesë e lëvizjes studentore dhe ishte i ri. Po nuk e di pastaj, po gjithsesi lëvizjes studentore ishin gjithë ata, Saliu edhe ai, çfarë ka ai? Ja, okej, e kuptoj. Edhe Gramos po gjithsesi tjetër se të dy këta bashkë edhe Avdyl Matoshi, domethënë edhe asnjëra nga figura nuk janë as sekondit tash, e kupton? E kuptoj, po ideja që ndron këtu që ajo atë si e vetë nuk dim, nuk mundet që ta diskutojmë dot, domethënë, dhe nuk është se ka fakte që të dihet. Unë kam parë disa dokumentar, jam përpjekur të marr informacione, po unë nuk i vet dot fajin ose nuk ja drejtoj gishtin dikujt që të them që e kishte fajin ky ose e kishte fajin ai, apo ishte pa kujdesi, apo çfarë ishte. Më kupton, është fatkeqësi që ndodhi, po nuk mundet ja vet dot fajin drejt për drejt dikujt për atë. Para të event që ndodhi. Normalisht, për atë ke drejtë, domethënë se të njëjta gjëra që ke parë ti, të njëjta gjëra kam parë unë, po logjika ime domethënë që normalisht për gjithë që do ta dëgjojnë këtë kur të ngarkohet edhe në fundjavë, mund të jetë edhe gabim. Po unë kam një bindje domethënë që një diçka në lidhje me Sali Berishën, qoftë edhe e mirë apo edhe e keqe, është aty domethënë se vetëm fakti që ai është marrë në telefon nga Sali Berisha apo në thet thashë budalliqe të tjera nga kush është lajmëruar, pak rëndësi ka këto, nuk është detyra jonë të gjejmë domethënë, por mënyra se si ai nuk është prononcuar edhe nuk ka dhënë llogari asnjëherë për atë punë kur ka qenë në zyrat e Partisë Demokratike, në atë natë që ajo ka ndodhur domethënë, është diçka që tregon domethënë që ka një implikim, plus përfshirja e tij domethënë në këto si thon
në trazirat në asaj kohe që ishin në veri të Shqipërisë kur ndihmoheshin dhe kosovarët me armë me tjerë me tash kur sapo fillon. Yeah. E kupton plako është një çik nuk ka Shiko, ajo isha mos të kishte nuk diskutohet, nuk diskutohet kjo pjesa që ka pasur domethënë pazare të fëlliqta e të tjerë. Kjo nuk diskutohet, kjo është e vërtetë. Edhe që mund të ketë pasur ndikime të ndryshme, po te rasti fiks i tragjedisë që ndodhi në vend nuk është se mund t'i vet dot, sepse nuk mundet që ai të ishte gjallë dhe ne ta dim, a do ishte një kryetari dhe një partisë apo jo. Nuk këtë fatkeqësisht nuk e dim dot. Po nëse do vazhdojmë më tej pastaj me historinë tek pjesa e 97-s që shumica e njerëzve domethënë fajin e 97-s si ajedhin pothuajse të gjithë Saliut. Unë jam rritur me gjyshrit e mi që thoshin Saliu beri në 97-ën ju vodi lekët shqiptarëve këtej pandej. Tani, nëse kjo do ishte e vërtet, nëse në 97 ishte faji Sali Berishës, në 2005 Sali Berisha nuk fitonte dot me votat e shqiptarëve pra. Sepse është logjike thjesht. Në faktin e 97-s, se para fare unë të prekja të pjesën që ai futi në burg Fatosnanën kur ishte në 94, 95, 96, nuk e mbaj mend fiks ku ishte. Ajo ishte ajo pjesa domethënë që Sali Berisha bëri diçka domethënë që nuk pritej asnjë nga asnjë tjetër që të burgoste kryetarin e opozitës si ishte Fatosnana, domethënë që mori ai shumë presion nga Shtetet e Bashkuara që u lirua mbas disa kohësh. E kupton? Janë disa gjëra domethënë që ai si njeri i ka bërë dhe i ka në ndërgjegjjen e vet. Tashi mënyra jo, nuk diskutoj. Patjetër, po ta diskutojmë me ana pas pas. 97-s, pjesën që njerëzit thonë që e bëri Sali Berisha. Unë nuk mendoj se atë pjesën e bëri Sali Berisha. Thjesht Sali Berisha ishte një politikan i dështuar që nuk kishte aftësinë edhe kapacitetin politik, po dhe kapacitetin në staf, domethënë, për të parë ose për të analizuar rreziqe të tilla që ishin skemat piramidale që ishin të shumta në numër, pavarësisht se njerëzit i vefta u budalliqe ça emrash, po kishte disa domethënë. Tani një regjim, ose jo një regjim, po një qeveri, le të themi, fjala me duhur. Një qeveri që nuk ka një lloj mbrojtje ndaj qytetarëve për këto skema të tillë se janë marrë shumë lekë për shkak se nuk është se janë bërë investime ku dëgjon hodhën secili nga 50 euro gjitha, njerëzit kanë futur lekë të shtëpisë atje apo ku dëgjon. Tani një lloj shteti që lejon këtë gjë, domethënë se ajo iku komplet e pa ndëshkuar, asnjëri nuk u ka, asnjëri sot e sa ditë nuk është asnjëri para ligjit, nuk ka paguar asnjëri, asnjë gjë nuk është kthyer mbrapa ato, ai që i ka marrë domethënë iku, aq ishte. Edhe mbas një unë mendoj se ajo vjedhje lekësh ishte vjedhje. Duhet të jemi dorëheqjen plako dhe të dilën. Vjen pak zeri keq. Sa dali madh. O bësh një sekond, të vjen pak zeri keq, nuk e di. Si e ke pozicionuar atë? Vjen zeri pak si me një kështu, e ke parasysh me një. Përballë në podë kam unë plako. Domethënë duket sikur vjen në një dy fish zeri në një herë. Më kupton? Vjen tek ndodh në një herë. Të vazhdojmë dhe ta them prapë çfarë ndodh. Mirë, pa shumë nëse shumë shpesh e bëjmë në mënyrë tillë që dalim edhe futemi prapë, se ma ka bërë dhe herë të tjera, po me ty asnjëherë deri tani. E provojmë edhe nëse ndodhe e provojmë e bëjmë. Tani jemi te kjo që thua ti që pas pjesës së 97-s ti mendon që Sali Berisha duhet të kishte ikur përgjithmonë pas vjedhjes së lekëve, right? Po. Atëre se shqiptarët, politikanët shqiptarë do ta kishin këtë lloj morali dhe këtë lloj ndërgjegje që kur bënin një gabim të tillë të iknin të dilin nga politika, unë mendoj që ne do ishim një vend shumë i mirë, por fakti po ta marrim domethënë të flasim tamam në kontekstin shqiptar, unë mendoj që politikanët shqiptar, tani Sali ne po dilim nga një sistem që kishim Enver Hoxhën, i cili vrau dhe masakroi shqiptar pafund. Tani nëse një politikan, për shembull si Sali Berisha,
do largoj njëre për gjithmonë nga politika, normal, edhe unë mendoj që po, duhet të largoj. Po nëse ai do largoj, atëherë ai do ja jepte pushtetin direkt atyre bive komunist, dhe ata do vazhdonin do bënin çfarë donin ata me Shqipërinë, sepse fatkeqësisht në Shqipëri nuk kishte opsione të tjera. Kishte plako, ata kundërshtoi dhe me që me le. Pjesa mënyra sepse ai nuk e bën këtë, sepse modeli që Sali Berisha ka krijuar është modeli që Rama ndik tash, se Rama nuk ka modelin e tij këtë, se të gjithë mendojnë se Rama është i mençur vet, po Rama ka mësuar nga Saliu këtë. Saliu ka një lloj mënyre të bërit politik që i bën vetë të gjitha, domethënë, edhe i është vetë zot, vetë shkop, vetë i piketon, nuk ka pasur asnjë lloj. Është modeli që Sali Berisha ka krijuar në politik, që edhe kur doli nga politika nuk doli komplet për ndonjë deputet, edhe që tani po vjen në këtë pjesë. Edhe në qoftë se ai që në fillim do ta kishte nisur Partinë Demokratike, si Parti Demokratike ku të kishte edhe primare që atëherë, që nuk ka s'është ndonjë gjë e re, tani po del ai sigurisht gjë që është piku kur bota e ka pasur që në 70-ën. Gjithsesi muhabet tjetër. Në qoftë se ai do ishte vërtet një Parti Demokratike, atëherë nëse Sali Berisha do ishte direkt dikush tjetër që do ishte po aq i mirë dhe që do jepte po aq shumë popullit se jepte Sali Berisha. Po Sali Berisha si një ish komunist i fotografuar me fëmijët e Enverit edhe ka qenë në të njëjtin rreth shoqërore të gjitha të tjera, normalisht do zbatonte atë lloj plani ose atë lloj modeli politik që ai njihte, që është që unë i bëj të gjitha dhe ju jeni thjesht të dërguarit e mi. E kam gabim te kjo pjesa? Shiko, ideja është këtu, atëherë më lejo që të filloj ta marr unë këtë pjesën që do them te kjo që sapo parashtrove. Është e vërtet që në atë sistem të gjitha ata persona që do donin të ishin gjallë edhe kështu normali që mund të dilnin të fotografoheshin me me Enverin apo me këta ishte pjesë e asaj. Por kjo që po thua ti, ajo parti që ti po thua, mua më vjen në mendje për shembull partitë e Amerikës, për shembull Partia Republikane ose Partia Demokratike, që janë një shtet që kanë nga 300-400 vite demokraci. Dhe kjo që do thua ti do ishte më së ideale për Shqipërinë. Po fatkeqësisht ne si shqiptar nuk e kishim atë lloj eksperiencë në demokraci që të krijonim një parti aq mirë të strukturuar sa që të ikte një lider, të vinte lideri tjetër dhe puna të vazhdonte normalisht. Fatkeqësisht ne shqiptarët 45 vite atë model kishim, që është njëri dhe të gjithë ndjekin atë. Nuk mundet që mentaliteti të ndryshojë aq shpejt. Ajo që është optimale fare dhe utopike, është të ditë, po s'mund të ndodhë. Shiko. Si i kënë dhja ti se ishte kape pak fare të pjesën e... Shiko, është tjetër gjë, do me thënë të detyrohesh ti lëpihesh sistemin, do me thënë për të mbijetuar, dhe është tjetër gjë kur Sali Berisha bënte pushime me fëmijët e Enverit, do me thënë. Këto janë dy gjëra ndryshme, nuk quhet më mbijetesë. E kupton? Edhe ai as vetë nuk e ka marrë. Po jo, shiko. Më kupto, dakord. Ka diçka tani, nëse ti e gjykon kështu Sali Berishën, ti kështu po gjykon shumicën dërmuese fare të gjithë shqiptarëve. Dhe unë, domethënë dhe gjyshrit e mi dhe të gjithë, dhe unë i gjykoj vetëm nga mëngjesi deri në darkë, po ka diçka. Unë kur jetoj në këtë Shqipëri, ku shumica dërmuese vazhdojnë të jenë me atë mentalitet komunist, unë nuk mundet që ti gjykoj dot këta kaq shumë në çdo moment, sepse në momente të caktuara mua më duhet t'i kuptoj këta, që të paktën të shikoj se si mundet që Shqipëria të bëhet një vend më i mirë, atje ku ka mundësi normale. Nuk mundet që unë gjatë gjithë kohës të them që këta bëni këtë, se kështu ndodh atje. Si po thua të gjitha të tjerët janë komunistë, Sali Berisha mundi komunistët dhe vetë nuk ishte komuniste, kupton? Jo, Sali Berisha ka qenë pjesë e fjalës nuk më pëlqen vëlla. E kupton se ti në rregull e ke që është politikan i mirë, por që është një nga politikanët më të mirë në Shqipëri, nuk i luhet, nuk ka budalla që thotë jo, e kupton, nuk diskutohet ajo. Okej, dakor, në mënyrë shumë të thjeshtë. Unë e di deri në një fabrikë e kuptoj siç e ke. Di po mbase është për ata që do ta dëgjojnë nesër pas nesër më mirë, domethënë që thuhet dy herë që kur thuaj që Sali Berisha mundi komuniste, domethënë nuk është e saktë, domethënë se siç ishte ky komunizëm përpara dhe u bë demokrat, edhe ata komunistët që ky mundi ishin Parti Socialiste tashmë që u detyruan të vazhdonin në një sistem pluralist e të ndiqnin një të kuptoj një rrjedhje demokratike, domethënë. Vazhdo.
Po, e kuptoj këtë pjesë, por atëherë që të jemi të qartë, unë jam dakord me pjesën që Faleminderit, Sali Berisha është një lider autokrat. Sali Berisha është një lider autokrat. Pra, paka shumë ai ka ndjekur sistemin që unë jam lideri dhe të tjerë. Por tani pyetja që kam mund është si mundej që në një sistem ku një populli sa po dal nga ai sistem ishte rrënjësisht në ndikimin e atij sistemi dhe duket që dhe akoma tani nuk është shplar akoma ajo. Si mundej që dikush tjetër merrti një figurë, cilën do të vinte ai në pushtet në një mënyrë kaq të pastër dhe kaq paqësore. Unë e kuptoj që Sali Berisha normale në histori ka bërë shumë gabime, por unë mendoj dhe që cila do të ishte ajo figurë, ai emër që do ishte në vendin e Sali Berishës, pra personi i parë në Shqipëri që do mposhte komunizmin, ishte i destinuar të bënte gabime, sepse përballë një sistemi që ka shkatruar Shqipërinë, është e pamundur që ti të përpiqesh të luftosh ata me armë të drejta, sepse kjo nuk ndodh asnjëherë në praktikë. Patjetër mund ta marrësh, mund të diskutojmë gabimet e Sali Berishës nga fillimi deri në fund. Absolutisht, unë nuk jam me Sali Berishën, mua Sali Berisha më shërben vetëm për diçka. Është i vetmi njeri që me fakte ka mposhtur komunizmin dhe ai duhet studiuar si arriti ta bënte Sali Berisha këtë, ta bëjmë ne më mirë dhe të shmangim gabimet e tij. Ato që ka bërë Sali Berisha do bënte gjithkusht plak. E kupton? Sali Berisha mundi Sali Berisha ishte ai Brutusi që nguli thikën e fundit që tek një Cezar që ishte xha i vdekur. E kupton? Kjo ka ndodhur me komunizmin. Atëre çdo kush që do ishte në Partinë Demokratike, atë lloj zgjidhje ato do ta fitonin sepse ishin të destinuar. Edhe më vonë ta humbnin prapë zgjidhje siç e humbën pastaj sepse normalisht partitë që fitojnë mbas komunizmit, si një të gjithë pranverën e Europës lindore mbas komunizmit që e morën përpara nesh normalisht, ndodhi fikse njëjta gjë dhe njëjta gjë ndodhi në Shqipëri. E vetmja ndryshim ka qenë në Shqipëri që Partia Demokratike akoma ekziston, se në të gjitha vendet e tjera partia që ka mundur komunizmit të shpërbër mbas kohës, sepse pasaj në qoftë se vërtet ke pluralizëm, atëherë do të thotë që do të shpërbësh dhe do të kalosh në drejtime të ndryshme të mendimit politik, social, ekonomik e budalliqe të tjera. O plako po, unë e kuptoj shumë mirë të pjesën që thua ti. Edhe prap jam me ty tek pjesa që Sali Berisha e tjerë, kushdo që do jepte, kushdo që do ishte në atë lloj vendi që ishte ai do bënte gabime, po. Shumë gjëra nga Sali Berishës, unë nuk jam i bindur nëse janë gabime apo jo. Edhe një nga gjërat që unë nuk e lë dot pa e përmendur dhe nuk e lë dot pa e përtypur vet, plako është thyerja e embargos me Jugosllavinë, me Serbinë dhe Malnezi gjatë luftës së Kosovës, domethënë. E kupton kur gjithë Europa i kishte bërë embargo, kurse ne i çonim cisternatë me naftë nga liçeni i Shkodrës, domethënë. Saliu çonte serbëve naftën që hidhej në tanqet që vrisnin kosovarët tani. Okej, këtu më vjen keq, nuk jam informuar te kjo pjesa, nuk po futem. Nuk është fair. Nuk e di informuar te kjo pjesa, nuk është fair ta diskutojmë se unë mund të them gjëra që ti nuk e di në atë momentin, kështu që e lëm për një herë tjetër këtë. Por ideja është nuk është se edhe domethënë nëse kjo do ishte e vërtet nuk po ashtu thjesht, po të marrësh dhe gabimet të tjera që kanë ndodhur më pas, domethënë janë goxha të larta, më kupton thjesht. Unë dua ta studioj Sali Berishën si njeri për arsyeën e vetme, domethënë që të përpiqet të dalë në Shqipëri ajo figurë tjetër që do mposhti komunizmin, por mos të bëj gabimet që ka bërë Sali Berisha. Kjo më intereson mua. Dhe po ta shikoj domethënë sepse tek pjesa e 97-s që u njollos totalisht figura e Sali Berishës kishte goxha kur i mori zgjedhjet me dhunin e 97-ën. Tani këtu duhet studiuar si është e mundur që Partia Demokratike në 2005 fiton me votat e shqiptarëve dhe në 2009 prap është shumë afër fitimit të zgjedhjeve dhe merr shumicën, domethënë jo shumicën e votave, po merr 70 mandate. Pra, kjo këtu domethënë të bën që çdo shqiptar këtu duhet ta shikoj pak në vështim kritik. Për një arsye të vetme, kur ky Sali Berisha ishte kaq demon i madh, atëherë sa demona të mëdhenj kanë qenë këta të tjerët që një demon të tillë e zgjodhën prapë shqiptar.
Më kupton? Unë prandaj Shqipëria është ngushtësisht e lidhur me kontekstin i cili e rrethon dhe nuk mund të diskutosh ato utopiket. Prandaj dua të qëndroj domethënë tek faktet dhe tek këto. Në rregull, unë nuk e kuptoj thjesht domethënë se që nuk më bën shumë lidhje domethënë kjo tema domethënë me qëndrimet e tua përgjithsisht domethënë se fakti që si është fituar zgjedhjet në 2005 në plako nuk është në një çudi e madhe në Shqipëri domethënë se ti një vit më i vogël se mua, ne jemi identike njëta moshë, nuk kemi asnjë lloj ndryshimi mes njëri tjetrit. Edhe në vitin 2009 ti e di shumë mirë se si janë fituar zgjedhjet domethënë. Ti e di shumë mirë se sa ka bler Fidel Ylli apo Ylli Fideli se nuk janë mbajmë mend asnjëherë në berate të gjitha tjera për të LSI-s, ti e di shumë mirë se si vinin ne që kemi qenë në gjimnaze në shkolla shtetërore domethënë dhe vllai im që ka qenë në gjimnaze iknin merreshin me autobusa kështu çoheshin andej në Lumas në AUiu e kupton sa herë që vinin kalamaj i nxirrin nga shkolla shpërndanin një thas me miell shpërndanin makarona të gjitha si çdo parti plako çdo parti ka fituar të njëjtën gjë mendim shumë shiko jo jam dakord këtu që në Shqipëri pothuajse në çdo palë zgjedhje ka pasur vjedhje votash, më kupton? Por ka diçka, nuk blien të gjitha votat. Më kupton? Trendin e përcakton populli. Trendin e përcakton populli. Një pjesë e votave bëhen puçe andej këtej. Po në 2005-ën, të paktën në 2005-ën, se në 2009-ën okay, me ndihmën e LSI-s. Po në 2005-ën Sali Berisha fitoi vetë. Pra, më kupton, ideja është këtu, ne le të flasim tër ditën për gabimet e Sali Berishës, se unë nuk kam asnjë lloj interesi politik në asnjë lloj gjë, por duhet që të flasim mirë fare dhe për gabimet e Partisë Socialiste, se janë ata të cilët votojnë apo janë ata të cilët ne jemi sot jemi mbledhur për Sali Berishën dhe ne nuk do flasim për asnjë person tjetër përveç personave që kanë lidhje me Sali Berishën. Kur të duam për Partisë Socialiste ka mund mjaftueshëm vrerë edhe për Partisë Socialiste domethënë. Ta janë njëri më mund se tjetri, nuk ka mbani. Shumë dakord jam. Ne po diskutojmë figurën. Ne po diskutojmë figurën. Figura e Sali Berishës për mendimin tim domethënë, dy kanë qenë tre janë të këqijat më të mëdha të Shqipërisë. Më e madhja është pushtimi otoman, e dyta në radhë është Enver Hoxha dhe i treti është Sali Berisha. Sepse fakti që ne kemi një person si Edi Rama sot është Sali Berisha, sepse Sali Berisha e ka kaluar karrierën e Edi Ramës. Shiko, me atë fuqi që kishte Sali Berisha, domethënë, nuk kishte asnjë lloj shansi që një person, një individ si Rama, sado publik apo sado karizmë të dukej për si Bashkia e Tiranës edhe me ato budalliqet që ai bënte dilte kështu, domethënë, nuk kishte asnjëherë shanse që dikush si Rama ta merrte, domethënë. Ajo është thjesht një lloj mënyre. Ju futi Iliri në mes atyre, pastaj një vit më vonë apo një palë zgjedhje më vonë hoqën mbetën për bythe fare ata pastaj, që bën atë partin që në zonën partitë e vogla jashtë loje. Edhe kjo është sistemi që krijon Sali Berisha. Sepse Sali Berisha vetëm atë di, unë jam zoti olla, e kupton? Edhe këtë ka bën edhe Edi Rama, sepse kjo është pakti midis tyre që mendoj unë, e kupton? Tani shikoj pse ka një problem Sali Berishën. Sepse unë kam qenë vetë për shembull në zgjedhjet e 2009-s, na çoni me autobusa. Kur vinte kërcente ka kënduar Cileta Cilaga për shembull në Lumas, tek ai shesit në Lumas filozin ata fëmijët futboll, sa e ke mbythur në mirë, edhe mbas asaj e ka folur Sali Berisha për kështu 10 minuta dhe iku, pastaj se do vinë në vend tjetër. E kupton? Kështu e ka fituar, domethënë, këto janë hilaritete, domethënë që unë po të kisha të njëjtin kapacitet dhe dëshirë që ke ti për youtuber, vetëm to budalliqet që kemi kaluar atëherë në përfushata të tregoj domethënë ikën njerëzit akoma, po kam haruar ti dal dhe nga kjo FRSH-ja çka quhet, se më duket se kam emrin atje akoma. Gjithsesi, këta plako unë kam persona të implikuar në familje që kanë qenë që kanë punuar me Partinë Demokratike dhe normalisht nuk do t'i përmend se s'është mirë, por në përfshatra vllai, edhe në fshatra të afërt të Beratit, që unë prapë nuk do t'i përmend se nuk është mirë, bëhej me listë, domethënë, vije filan fistëku me kartona, domethënë, edhe i thes mirë. Kartona kishin kështu budalliqe, nuk me makarona, oriz, auiu, budalliqe, se njerëzit kanë qenë ster fare në atë kohë, e kupton?
Po. Edhe të njëjtin Po. modele, di kush e ka ndjekur? Edi Rama. Kupton? Dy njerëz janë Vllai, që e sa kanë. ja, se do të ndërprisja. Te këto zgjedhjet që u bën tani këtu në Berat u kapën, ca fugona me pako me kutime ndihma kështu, edhe di çfarë than po shpërndajnë ndihma për nuk e di për për të verbrit, nuk e di se çfarë ishte një për fëmijët në ndihmë. Ja vun emrin direkt vllai, kupton, është një rast. Nuk është, nuk shikon, nuk është gjë që njerëzit nuk e dinë që problemi me këtë tipat është se shiko çfarë është më e keqja e të gjithave këtyre. Sepse Saliu e ka bërë shumë këtë vet, edhe Saliu është i fundit të rrobë që duhet të ankohet për këtë edhe me gjithë pinjollët e tij. Është ai fjalimi i famshëm i Sokol Oldashit, ku e ke parasysh është një fjalim ta muaj përpara se të vitë ai që thotë që e filluat ju të parët të blinit votat edhe pastaj na pëlqeu dhe ne implementuam atë si formë dhe filluam dhe ne, por si juve të vidhni vota dhe duhet të bëjmë diçka mbas kësaj. Disa muaj më vonë në një mënyrë që nuk e kuptoi asnjëri që Zoti vendosi që Mercedesi aty duhet të përplasej se allegedly Zoti nuk e donte më, e kupton? Unë i kam vërtet e merak edhe nuk dua të shprehem shumë për këto, po opinioni publik që ndron, domethënë, sepse nëse do kishte një individ që vërtet i kishte tamam bole, domethënë, edhe që mund të bënte diçka, edhe që kishte dalë drejt për drejt pa pasur asnjë lloj posti, jo më të kishte poste, edhe ishte i vetmi person që haj dhëm për dhëm edhe në komisione të ndryshme me Ramën, domethënë, që qysh i flet Rama gazetarëve sot, domethënë i fliste Sokol Oldashi Ramës në ato atëre, është Sokol Oldashi. Sokol Oldashi sot është me shumtit, e kupton? Edhe pse? Sepse doli jashtë sistemit, doli jashtë establishment të krijuar nga Sali Berisha. Ishte personi që ishte shumë i vështirë që kontrollohej nga Sali Berisha. Por normalisht rruga e shkurtër të del për gjatë. Sali Berisha mundoi se do të kontrollonte Lulin. Luli ja futi pasaj mbrapa sakraut e Sali Berisha tash i bie murit me kokë sepse sta shumë Sokol Oldashin do ishim mirë. Kështu që e kupton? E kuptoj, po ta kthejmë domethënë një sekond këtë tek Sali Berisha si figurë domethënë. Në këtë pikë që është tani domethënë Sali Berisha e la, si thon, 8 vite atë partinë. Nuk po them që jo s'ka pasur influencë fare, jo e la, por ja la një kryetar i tjetër i cili nëse do ishte me të vërtet një lider i aftë, do arrinte të krijonte struktura, do arrinte të krijonte influencë, të merrte partinë, të bënte luftrat e tija dhe të përpiqej që në mos të fitonte në një palëzire për paktën të bënte rezistencë tamam të fortë. Doli që ai dështoi merësisht shumë. Dhe doli jemi në këtë pikë pastaj që u desh që të rikthej Sali Berisha nga vari, domethënë, sepse ky rikthimi i Sali Berishës tani në fund ishte me të vërtetë rikthimi i nga vari, se ai nuk është se kishte ndonjë domethënë, për mua unë jam 1.000.000% i bindur që Sali Berisha nuk është se ka çaj jetë më politikës shqiptare, përveç se mund të bëj domethënë një lloj betejë ose lufte të fundit me Edi Ramën. Nuk ka çaj jep me ai, domethënë gjë të re nuk mund t'i japi dot. Nuk ka risi çfarë sjell në politikë. Po tani unë pyes veten, gjithë kjo Shqipëri, gjithë kjo klasë politike, si nuk pati një forcë tjetër ose një kryetar, një lider tjetër nga demokratët që të dilnin, të bënin rezistencë dhe të fitonin. Nuk mundej asnjëri domethënë ta bënte dhe ta merrte drejtimin e asaj partie. Ose nëse ajo si parti, një sekond ta mbaroj këtë. Ose nëse ajo si parti nuk kishte më vlera, atëherë dikush duhet të shkëputej nga ajo dhe të krijonte partinë e tij dhe të arrinte të përpiqej të merrte audiencën. Shiko ku është pak problematika, domethënë që edhe unë do mundohem gjithmonë ta mbaj Sali Berisha me që kemi si temë sot që mos ta na shkalojmë shumë. Problemi është domethënë se si Sali Berisha me që i fitoi, ashtu si fitoi, e mbyllim këtë temë, se si fitoi se e dim se si fitohen zgjedhjet në Shqipëri. E mbyllim temën se si fituan zgjedhjet 2005-2009. Tani i mori se si i mori, nëse do ishte një politikan i mirë vërtet, domethënë siç e bën shumica e militantëve, Sali Berisha do ishte siguruar që do përdor një mjet të keq për një qëllim të mirë, që do të thotë që edhe në qoftë se
allegedly i vodhi vota, domethënë, unë tani do e përdor këtë lloj pushteti që kam marrë për të krijuar një sistem të shëndetshëm për nesër, që Sali Berisha asnjëherë nuk e bëri, sepse Sali Berisha asnjëherë nuk ka qenë fansi ndarjes së pushtetit. Periudha më e keqe e Sali Berishës ka qenë mandati pas fitores së vitit 2009, kur u detyrua të ndante pushtetin me Ilir Metën. E kupton? Sali Berisha asnjëherë nuk e ka pëlqyer kjo gjë. E Sali Berisha ishte ai që e vendosi, e kam do mos zgjasin çik kjo që them tash, më lë pak, lutem. Tani Sali Berisha krijoi një lloj sistemi të tillë në Partinë Demokratike, por edhe për partitë e tjera politike në Shqipëri që nuk ke shans të mundësh Sali Berishën ose të futesh thellë në garë me Sali Berishën, nëse nuk ndjet në një mënyrë të njëjtin model që Sali Berisha ka krijuar, ky modeli i cili është një person, një parti, domethënë. Edhe normalisht kur ja kaloi këtij lyfit ai që erdhi që s'ishte për asnjë gjë, se ky nuk ka asnjë gjë, buri dhe tani. E kupton, ai nuk ka asnjë lloj gjëje që mund të që të bëhet. Po këtu vjen, okay, po pse nuk i mori ai ato gjërat valla? Pse nuk mori? Ai në fund i doli kundra Saliut valla. Ata dolnin ta përzinin Sali Berishën nga PD-ja. E bën luftën ata. Doli që Sali Berisha kishte pëlqimin e popullit. Do vim atje. Na lë ti trajtojmë çik gjërat kronologjikisht. Tani, kur ti ke ndërtuar një parti aq të vdekur, domethënë ku ekziston vetëm një person dhe asnjë tjetër, personi i cili është kryetari i partisë, domethënë normalisht kur vjen një lyf si Lulzim Basha, shikoj se Lulzim Basha, shumë njerëz thonë që Lulzim Basha nuk ka qenë i suksesshëm. Kjo është shumë gabim. Lulzim Basha ka qenë jashtëzakonisht shumë i suksesshëm, por Lulzim Basha nuk e ka pasur sukses apo qëllim apo dëshirë popullin edhe mirësinë e Shqipërisë. Se po ti vësh reti Baxhanaku i Lulzim Bashës edhe të gjithë sa ka rreth e qark Lulzim Basha, kanë pasur të gjithë tendera të super majm, duke u futur dhe unazën e re, duke u futur dhe ato të Astirit e të gjitha të tjera që i kanë marrë ata të Lulzim Bashës, tendera të dhënë nga qeveria e Ramës. Lulzim Basha ka qenë gjatë gjithë kohës ortak. Ata bënin gjithë ato vite bënin të njëjtin sistem që bënin Kunati, apo më korrigjoj njëri, Kunati i Lulzim Bashës i ka marrë ato tendera. Edhe ata bënin të njëjtin sistem që bëri Turqia, që bënte kjo, çai thon Treqi, Bullgaria para ca kohësh, e kupton? Që bënin sikur bënin opozitë, ata tjetër bënin sikur qeverisnin, edhe varilesh, edhe populli bënte sikur i ndinjohej. Edhe normalisht tani një sekondë të lutem. Pyetje direkte për ty. Po kush është më mirë? Një Lulzim Basha që bën sikur bën opozita apo një Sali Berisha tani? Jo, i Sali Berisha është, po unë dua të dal pse bëri Lulzim Basha këtë. E kupton? Si arriti Lulzim Basha të vinte këtu, Lulzim Basha arriti të vinte deri në këtë pikë, për të vetmi fakt sepse mënyra se si Sali Berisha e kishte ndërtuar partinë e PD-s, ku kryetari i vendos gjitha, Qyshin Flori i zbythi të gjithë veteranët, politikanët veteranë të Partisë Demokratike, e mban mend që i hoqi të gjitha ata vjetet e i zbythi, i vendosi, i hoqi me vendime, nuk i hoqi me voto, domethënë, edhe pse e bëri atë, sepse ai ishte modeli që Sali Berisha kishte ndërtuar. Ai e kishte veglen, ai kishte një makineri shumë të mirë, nëse do ta përdorte për mirë, por ai vendosi mos ta përdorte për mirë, vendosi ta përdorte për qëllimet e tija. Po këtë makineri në fund të fundit e krijoi Sali Berisha, ai thjesht e përdori, e kupton. Ai ishte qenbirsheni, unë tani s'kam çati bëj aty, nuk do me Lulzim Bashën kur bie momenti se jemi sot për Sali Berishën. Po ai ai filani e krijoi atë lloj sistemi. Edhe të njëjtin sistem fije për pe, direkt Edi Rama në Partinë Socialiste, kur Edi Rama i cakton të gjitha gjërat nga fillimi deri në fund. Lulzim Basha edhe në Komisionin Evropian, që është podcasti që është online nga dje, domethënë, në vend të çon ministër të jashtëm, domethënë Edi Rama ikën flet vetë, e kupton. Është një njëjti model i Sali Berishës në ato. Edhe kjo është ajo. Okej, kam një pyetje këtu tek kjo pjesa e Sali Berishës. Tani, Shqipëria përpara se të vinte domethënë tani Sali Berisha të bëj kryetari i PD-s, domethënë, ishte në një gjendje që opozit domethënë nuk kishte, ishte pothuajse inekzistente. Ndodhi ajo që ndodhi, erdhi u rikthye përsëri Sali Berisha për të bërë një përpjekje të fundit. Si të duket ty ardhja e Sali Berishës, domethënë, më shumë pozitive apo negative, dhe cila është zgjidhja që do ofroje ti, zgjidhja më e mirë e mundshme për ty, për kushtet aktuale në Shqipëri për aq sa një?
Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Për të mbajtur sigurin kronologjik, unë do them dy fjali edhe pastaj do përgjigjem, lutem. Ideja është që Sali Berisha kur doli nga politika, domethënë, që tha do unë të dal tani, nuk duhet të rinte deputet. E di pse nuk duhet të rinte deputet, sepse duhet të jepte shembullin, domethënë, që jam si jam i mirë apo jam i keq, kryetari kur humbet duhet të dali, domethënë valla. Edhe Sali Berisha kishte bërë 2 mandate, Sali Berisha nuk është se kishte bërë asnjë lloj mandati, domethënë. E kupton? Kështu që i bie që ma hoqi mendimin kjo tabela e Duhanit, ku e pa vlla, unë kokën jashtë gjithsesi. Ishim të rendi kronologjik Te kuriku Sali Berisha duhet të lindë mandatin e deputetit. Po, sepse në qoftë se do lindte mandatin e deputetit Sali Berisha, një person i dështuar si Lulzim Basha do kishte jashtëzakonisht shumë presion për brenda partisë që të vazhdonte më shumë se një humbje. E kupton? Ai vazhdoi 3, po gjithsesi. Tani të kthehemi te përgjigjja jote. Unë jam fansi disa figurave në Partinë Demokratike, tani që po flasim, po janë shumë pak, gjithsesi. Fakti që Sali Berisha është kthyer në Partinë Demokratike dhe ka rimarr pozicionin është për mua një e keqja më e madhe që ai ka bërë deri tani, sepse ishte ai që thoshte që duhet gjakëri, ishte ai që duhet që thoshte që ne duam persona të rinj, duam më shumë perspektivë, duam të shikojmë të ardhmen, duam të rinojmë, duam etc pafund, edhe në fund fare u kthye modelit të vetë të njëjtë që ne duam rini, siç tha edhe në TikTok, jeni juve të gjithë të rinj, se unë e pasha të videon, domethënë, unë jam i gëzuar të jem këtu me juve, por unë do i marr vendimet përsëri. Nëse Sali Berisha do kishte interes të fortë në kohën kur po bëj zgjedhjet e Lulzim Bashës, Sali Berisha nuk duhet të mbështesë Lulzim Bashën duke heshtur. Por Sali Berisha do të kishte vajtur të takonte Agronsheh edhe të jepte suportin atij, sepse ai është i vetmi person në Partinë Demokratike që do të kishte 2 individë të tjerë më të fuqishëm të Partisë Demokratike që janë Grida Duma dhe Ervis Sariani. Edhe nëse kjo do kishte ndodhur, nuk do kishim ardhur fare deri te kjo pika këtu. As Sali Berisha nuk do kishte marrë atë ngatën fare. Pra, domethënë ti po thoj që Sali Berisha duhet të suportonte Agronsheh? Po. Dhe Ervis Sariani dhe Grida Dumën. Ervis Sariani dhe Grida Duma direkt në atë moment do kishin kaluar nga ana e Agronshehut, nëse Sali Berisha do kishte folur. Sali Berisha vendosi të e heqte. Po ata kaluan, domethënë ata kaluan Gazbardhi, Grida Duma, Saliani dhe Agronshehu ishin me Lulzim Bashën, kanë suportuar gjatë gjithë kohës Lulzim Bashën dhe ishin anti-berishian deri në momentet e fundit fare. Jo, se Agronshehu plako në momentin që humbi zgjedhjet, Agronshehu doli u shpalli kandidaturën për vete dhe tha që unë nuk dal më me këtë. E kupton, ata të dy po. Mban në Lulzim Bashën, sepse ata ishin aty, ai ishte përcaktuar, nuk i vë faj atyre. Unë thash ata më pëlqejnë mua personalisht sepse janë për persona që kanë kapacitet. Kjo ishte thjesht filler, ishte plotësuese, nuk ka lidhje me debatin. Tani. Më fal, më lejote të kundërshtoj pak. Po. Më lejote të kundërshtoj pak si fillim tek Grida Duma dhe Saliani. Si fillim unë mendoj që këta të dy si persona sa doja artikuluar mund të jetë Grida Duma dhe Saliani si person. Për mua politikan është ai që merr vendime dhe mban qëndrime. Kur ti si politikan për 8 vite nën Lulzim Bashën nuk ke dalë asnjëherë të kundërshtosh diçka, çfarë do lloj vendimi që ai ka marrë, nuk ke dalë ta kundërshtosh. Dhe në momentin që vjen kjo përmbysja e sistemeve, ti pastaj kalon e suporton dhe njerë, po pastaj kur e shikojnë që po vjen po e merr Saliu, pastaj përpiqesh të kalosh nga Saliu, kjo për mua tregon që ti si politikan je totalisht i paaft të mbash qëndrime, nuk ke shtyllë kurrizore dhe qëllimi yt i vetëm është të marrësh atë rrogën e deputetit dhe mos të bësh asgjë, sepse për mua një person, një politikan i aft për të qenë lider partie, patjetër duhet të flasi. Ata që nuk flasin dhe suportonin të gjithë Lulzim Bashën, për mua ata janë të gjithë të djegur.
nuk kanë ata asnjë lloj morali. Se Bisaliani ose Zutash, nuk thash Agron Shej, Agron Shej doli hapur, Agron Shej i anxori të gjitha të palarat, Agron Shej i anxori dhe si ai i vodhi votat brenda Partisë Demokratike. E kupton? Unë nuk thash me Gritën Duma, unë thash këta të dy si të fuqishëm janë, do kishin ndruar. Dakor. Po tani shikojnë çike e kuptoj të pjesë. Miri Perëndis. Perandoria që ty të ka vasal tash që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ne po flasim nga realiteti, se ne mund të mendojmë që jemi të pavarur e kështu e të bëjmë të nga ato teza, domethënë se kur jemi më të mirët e botës, po nuk jemi. Tani perandoria i ka dhënë atij non grata, që është ka budalliqe për korrupsion e gjitha të tjera. Një njeri në qoftë se ai ka moral politik ose zotëri i dashur i thotë, "Ok, më vlla, unë do filloni urrëtis pak i dashur që formuar, unë po e lëm mandatin e deputetit, jam njeri normal, më hetoni ju mua, në momentin që unë dal nga hetimet, atëherë unë do vi do kandidoj prap. Edhe nëse do kishte bërë këtë edhe do kishte fituar hetimet, e kuptonti që ai bëj mbreti i Shqipërisë, jo vetëm kryeminist. Po ai nuk e bën këtë sepse ai e di që është i zhytur deri në mut. Pse heqin dorë edhe Ramush Haradina edhe Hashim Thaçi sa herë që dalin ato të gjykatës speciale atje. Se ka morali robi valla. Nëse ty të bëjnë akuza, jep do heqen, më hetoni, kur të mbarojnë hetimet, do vi prapë. Ky është me të gjitha të zeza deri këtu në mund të vllai dhe thotë, unë do ju bëj primaren, ju do ju sjell të djathën e vërtet. Or zotëri i dashur, ti ke 30 vite në politikën shqiptare, ke pasur 2 mandate të plota, edhe 1.5 apo 2 më përpara. Ti s'ke bërë asnjë gjë. Pse duhet të besojmë ne që herën e 5 e vërteta? Ke të drejtë kjo pjesa këtu. Po për mua duhet, nëse Sali Berisha për shembull duhet ishte larguar nga politika, duhet ishte larguar më përpara se sa kjo non grata e amerikanëve, se kjo non grata mua nuk më pëlqen shumë për diçka, kupton se kjo del Amerika, domethënë, ka ato studimet e veta speciale gjëra dhe thonë që ky personi është i implikuar me krime me gjëra me kështu dhe ne nuk duam që ky të vi me tek ne ose tani ka diçka valla. Nëse Sali Berisha është me të vërtetë, unë besoj që është për non grata. Për non grata këtu janë dhe shumë të tjerë. Janë dhe shumë të tjerë. Kur të flasim për të tjerët, unë do ta mbështes me timin 6 milion %. Ne po flasim për Sali Berishën. Nuk duhet të ishte shqip. Sali Berisha duhet të bënte. Ja e mori ato ata ansamblen, ç'a bëri me foltore, nuk bën votimet. E nxori që bën Sali Berisha. Sali Berisha do të kishte bërë diçka, nëse do ishte pitë thëmë që nuk do që të mbaj mend që të shkruaj emrin në ardh në historinë e Shqipërisë, Sali Berisha do të kishte bërë. Çfarë do bëjmë tash thoshte? Tani që unë e fitova, që unë e tregova fuqinë time, që unë akoma kam fuqitë e mund ta fitoj, tani ne do bëjmë një zgjedhje për kryetar, pra. Edhe unë nuk do kandidoj. Edhe unë do sigurohem që të gjitha që do marrin pjesë në zgjedhje të jenë zgjedhje të pastra pa asnjë lloj gjëje e të vinë të figurat e reja. Po normalisht ai nuk e bën dot. Sepse aty po i afron dita e gjykimit dhe ai kur të vi kjo dita e gjykimit do të jetë nga një pozicion i fortë, që e garanton të qenit kryeministër, e kupton? Në momentin e parë që ai lë statusin e deputetit Sali Berisha është mbaruar, ai asnjëherë s'ka për ta lënë deputetin. Jo, ka diçka, shiko, unë nuk mendoj që Sali Berisha ka për të dënuar për në një lloj krimi, domethënë në mënyrë ligjore, se edhe në qoftë se do ketë një akuzë, ato kanë ndodhur shumë vite më përpara dhe vetë ligji domethënë ta bën në një mënyrë të tillë që bie shumë ajo dënimi. Pra, ajo që dua të them është që të futet Sali Berisha në burg është shumë e vështirë. Pra, nga kjo pjesa ai nuk është se nuk do të ketë frikë. Thjesht nuk e di çfarë dënimi mund të marrë në një nga ato të tjera, po nuk mund të dënohet me burg. Është sepse duhet që të kesh bërë një Sali Berisha nuk ka për të. Jo, po them që edhe nëse zhvishet nga çdo lloj mbrojtje. Për asnjë lloj, shiko, unë ta them me vini që Sali Berisha nuk ka për të dënuar për asnjë një lloj gjëje më të vogël, asnjë gjë për gjykata shqiptare. Se nuk do Rama, nuk do asnjëri nga ata, e kupton? Sepse të gjithë janë të zhytur deri këtu me Sali Berishën. Të gjithëve i ka bërë deri Sali Berisha, të gjithëve i kanë bërë Sali Berishës deri në një farë pike. Të gjithë kanë bërë pazare etj. Kështu që nëse ata hedhin poshtë Sali Berishën, Sali Berisha i merr me vete ata në të qindin e sekondit, gjithë, e kupton? Kështu që Sali Berisha do rrit deputet derisa të japi frymin e fundit. Ja kupton? Kaq e thjeshtë. Okej, këtë pjesën nuk e shiko.
e ardhmja politike Sali Berisha do të duket shumë qartë edhe pas 2-3 viteve, më kupton, sepse edhe mosha bën të vetën dhe unë mendoj që nuk do jetë shanse, domethënë reale që Partia Demokratike të fitojë zgjedhjet vetëm janë shumë të vështira. E vetmja në një, domethënë e vetmi skenar që unë parashikoj që mund të fitoj PD-ja është nëse mbledh votat bashkë me LSI dhe me të gjitha partitë e tjera të vogla që mund të dalin për shembull jashtë koalicioneve, po që mund të marrin mandate, se pas marrin mandate janë kot. Kjo është një opcion, po edhe është PIL tash. Ose PL, Partia e Lirisë. Okej, po që ta kanë fjalën nëse domethënë ka dhe partitë të tjera të vogla si këto normale që do kenë ato influencë dhe për mua do ishte ideale ajo në Shqipëri, që ta fitonte domethënë e djata, po me partitë të tjera të vogla që ta kushtëzojnë, domethënë t'i vënë kushte. Dhe këto partitë që do t'i vënë kushte, do kenë influencë te qeverisja, të marrin fuqinë e tyre dhe pastaj kanë mundësi që të konkurrojnë këto partitë e reja në zgjedhje, mos të ketë me 2 parti PD, PS, të ketë parti të tjera. Më kupton, nga këto të reja të vogla që janë nga profesora, nga pedagog, nga këto parti duhet të vinë në sken nga ana ime. Po që ta kthej dhe për një sekond tek Agron Shaj që the, kam parë para se të kandidonte Agron Shaj për kryetar. Jo, domethënë ka vajtur në një emision ku duhej të jepte opinionin në lidhje me non gratën e Saliut. Pra ishte pak para se të ndodhin këto trazira. Aty ai nuk ka qenë i aftë të artikulonte asnjë lloj qëndrimi në lidhje me Sali Berishën. Nëse Agron Shaj do dilte pastër dhe do thoshte Sali Berisha është ky person, unë nuk e suportoj Sali Berishën, unë mendoj që Sali Berisha nuk duhet të rikthehet me asnjëherë në Partinë Demokratike, atëherë unë i pari do ta suportoj Agron Shaj, por ndërkohë nëse ai kritikonte dhe paktësinë e Lulzim Bashës. Nëse ai kritikonte këto të dyja, unë do isha i pari që do thosha unë jam me Agron Shajin. Por ai fatkeqësisht nuk arriti të bënte asgjë nga këto të dyja. Dhe erdhi tani momenti thaj, ok, unë po jep kandidaturën për të bërë kryetar i PD-s. Po mirë, ti dakord jam që të bësh kryetar, po çfarë po ofronti ndryshe nga këta? Se kur këta ishin në qeverisje, ti nuk vure re asnjë gabim të këtyre. Tani nga i gjetë ti gabimet? Kështu, më kupton, prandaj nuk është se është figurë që ka potencial. Ti po anashkalon që gjithë kohë si ai lloj model partie ka edhe PS edhe PD-ja që për sa kohë që ata janë për ai shkos ata nuk janë në zgjedhje, domethënë ata sillen si një front i bashkuar, sikur s'ka asnjë lloj problemi brenda partisë. E kupton? Ka vite kjo që ndodh në Shqipëri. Kjo ka qenë nga 2000 që kjo ndodh në Shqipëri. E kupton? Jo, të drejtë ke, kur ishte Ben Blushi atëherë në 2000, ato zgjedhje që doli me Libernaj, si një palë zgjedhje kandidoja, që i doli kundra Edi Ramës pas mandatit të parë, më duket. Ka bërë një fjalim ai Ben Blushi dhe tha, në qoftë se tha i të qeverisësh me Partinë Socialiste, tha jashtë të qeverisësh me Krimin, tha i, unë nuk jam socialist, tha i. Iku nga Partia Socialiste, i hapi librën tak e votova unë atë. Kaq më duhet. Ai vuri re gabimin, doli kundra partisë, ishte mjaftueshëm që unë ta votoja atë. E votova, nuk e di, libra atëherë mori në gjithë Shqipërinë 20.000 vota diçka e tillë. Fatkeqësisht nuk u përkthyen asnjë mandat ato. Dhe pastaj kur atë Ben Blushi tani vajtu bë drejtor të Top Channel-i, çfarë bënte Palaçolleqi andej. E nëse iku ajo, po që ta kanë fjalën, kjo më kaq më mjafton mua si Henry, që unë të besoj një individ të ri. Le të jesh ti me të keq qenë me PD-n, me PS-n, po të paktën mbaj qëndrimin, thuaj. Unë nuk jam me këta sepse këta kanë bërë këtë. E kupton, mbaj qëndrimin dhe të votojmë. Pra se këtë pjesën që e harova fare, ose ne dy jemi nga Berali, thotë Klajdi Haçi thotë ka bërë të moralizoti këtë, po se mbështeti njëri. Është vërtet se mbështeti njëri. Ta mori për shembull nëse ka një rob që është intelektual. Jam mbështesun. E votoj unë atë direkt. E kupton? Nuk do na votoja nëse do isha aty, domethënë edhe ka shokë të mi e ka votuar etj, më thet thashë, po s'është ajo problemi, valla. Problemi është masa. Masa, se unë e ti nuk fitojmë zgjidhje. E pra të kuptoj, këtë po them, kë është problemi i Shqipërinë, valla. Se ka figura që unë i besoj, ja votën, në mos të moralizoti, për mua do ishte me vërtet ideali që ditë të moralizoti ose të hapte partinë e tij, ose të organizoj, ose të bëj. Po, në mos këta janë këta të nismës thurje, ka ca pedagog atje që
të paktën kanë mos me komunistë. Të lutëm jo me komunistë. Jo, është nisë mathurje, nuk janë komunistë. Është arlindëqori komunistë. Kam qenë antar i nisë studi për disa kopla, edhe kam lexuar të gjithë atë, edhe në momentin që atë ditë që unë kam mbaruar të lexuar të gjithë atë për ata që qëndronin, unë dërgova email e thash me hiqni nga ajo parti. Ata janë komunistë dhe thelbësor plak, ata janë për të hequr pronën dhe për të rishpërndar pronën nga e para. Thjesht duhet të lexosh. Nuk e di, sepse ata janë vërtet nuk jam në qoftë se është kjo doktrinë e tyre, pastaj është shumë e gabuar, se nuk e domethënë unë me aq sa i kam parë të artikulojnë për televizione, po nuk është se nuk ku e kanë këtë doktrinën domethënë. Ma dërgohet çik futu të faqa zyrtare nisë më sturje dhe shife atje. Po unë normalisht jam migrant, nga që ata ishin shumë aktivistë, domethënë siç e thua ti, aktivistë dhe bënin gjëra online, edhe unë më shumë qef thash edhe unë dua të bëni edhe këtu në Berlin ta. E kupton? Seanca dhe online meeting e gjitha të tjera domethënë. Edhe thash edhe unë të bëhem pjesë. U futa mora pjesë në dy gjëra të vogla, kështu domethënë, edhe një ditë kur po bëja atë regjistrimin edhe po shikoja edhe këto të gjitha si quhet kjo që dokumenti që ka këto, statuti i partisë domethënë nisma thurje domethënë, edhe është shumë keq plako, është ajo ata kanë të njëjtat gjëra që unë urrej në partitë që janë far left këtu në Gjermani domethënë. Nuk domethënë te kjo pjesa e bindjeve far left nuk e di aq. Sepse kur i kam një qeveri e djathtë ne na duhet një qeveri e djathtë që të mbajë më shumë se 2 mandate, e kupton? Edhe Agron Shev ka qenë rob parimisht i djathtë, e kupton? Lëre mbajti qendrim, unë jam me ty, ka gabim. Po ishte i djathtë plak, se ishte entrepreneur, ishte biznesmen, ishte një rob që kishte arritur diçka dhe ishte një rob që donte të ulte taksat ato plak. Një gjë që i duhet shqiptarëve tash është ulja e taksave direkt. Kjo është një gjë nga më e madhe që i duhet shqiptarëve tash. E kupton? Prandaj në kohën e Sali Berishës ishte ai shumë biznese të vogla, sepse Sali Berisha ai kishte taksën e sheshtë, domethënë, dhe shpërtheu biznesin në kohën e Saliut. Shpërtheu edhe për fakte të tjera se s'kishte edhe kontrolle gjëra të tjera se Saliut nuk i bënte ndryshe. Ato. Por që sa më shumë të taksohet një popull, aq më i varfër do jetë. Në asnjë shtet, në asnjë vend në historinë të gjithë botës nuk ka funksionuar taksimi. Më përmend një, edhe unë do të mbyll gojën për gjithë jetën time. Margaret Thatcher në Angli kur hoqi kur e mori Anglinë të vdekur ashtu si ishte domethënë, i vendosi 2-3 gjëra në vi, edhe sa i vendosi ato gjëra në vi, tax cut. Gjëja e parë që bëjnë të djathtët është pritja e taksave, se pritja e taksave e çon çdo njeri në rritje, si ato që është i punësuar, si ato që punson. Prandaj na duhet një qeveri e djathtëne. Po këtë qeveri e djathtëne Berisha nuk e sjell. Po ka një problem, shiko. Këtë pjesën ta kam shpjeguar unë domethënë më përpara pse nuk funksionon kjo në Shqipëri, sepse parimisht jam dakord me ty tek pjesa e taksës së sheshtë. Edhe për mua taksa e sheshtë ishte e mirë, jam okay këtu. Kjo ishte doktrinë e Edi Ramës që na shiti atëherë në fillim në që taksimi progresiv, po ai për mua është kot falidhja, nëse. Ideja është këtu që të vinë një qeveri e djathtë tamam dhe të vendosen ato në zbatim ato parime, duhet që të funksionojë drejtësia. Këtu te ne është drejtësia që funksionon keq, sepse të gjitha këto bizneset e gjëra këta nuk i paguajnë ato taksat, më kupton? Nuk paguajnë, ka shumë që i shmangin taksat dhe i bëjnë këto, më kupton? Ky është problemi thelbësor i shtetit shqiptar. Nëse zgjitet problemi i zbatimit të ligjit, i marrjes së taksave atje ku duhet te biznesi, ato taksa që janë të merren atje ku duhen dhe mos të merren te nafta, mos të jetë 2600 lekë kile naftës, më kupton? Kur të merren atje ku duhen, atëherë po jam shumë dakord. Po momentalisht në Shqipëri unë mendoj që do ishte se duhet të ndërpresë kjo pjesa, se duhet të kthehemi prapë te Sali Berisha, se unë kam shumë qejf për të e shijoj jashtëzakonisht muhabetin bashkë, domethënë për të folur edhe për tasa, për gjitha, po kam dëshirën të përmbajmë çik temës sot që është Sali Berisha. Ideja tani është mirë ti ma bëre pyetjen mua si e shikoj unë, normalisht për gjithë është e qartë, domethënë që unë shikoj një gjë jashtëzakonisht shumë negative, sepse një person që ka aq fuqi sa ka Sali Berisha duhet të ishte shembulli që duhet të ripërtërim gjakun dhe Sali Berisha duhet të sigurojë që të vitë një gjak i ri, që ai nuk e bën normalisht. Tani, mirë unë e thashë, të si të duket ardha e Sali Berishës?
si më duket marrëdhja e Sali Berishës atëherë. Ideja ishte këtu. Shqipëria ishte aq e vdekur nga ana e opozitës, sa që çfarë do lloj ndryshimi të vinte, për mua do ishte pozitiv. Dhe thjesht fakti që një person mbas 8 viteve, gati në pension, gati i harruar fare, sepse unë sinqerisht Sali Berishën e shikoja një figurë të plakur, demode politike që absolutisht nuk kishte çfarë jepte dhe nuk ka çfarë jep. Dhe as nuk e prisja fare të vinte. Por gjendja katastrofike aktuale e Shqipërisë e çoi në atë pikë sa që Sali Berisha të ngrihej nga vari. Dhe është ky keq menaxhim dhe kjo vjedhje kaq e hapur nga buxheti i shtetit që po bën ky shtet tani, ai që e ngriti Sali Berishën nga vari, se nuk kishte shanse të ngrihej me Sali Berisha. Sali Berishën e ngren vetëm komunistët. E kupton? Sali Berisha është si Hajmali, që kur mendojnë komunistët se janë aq të fuqishëm, ngrihet Sali Berisha nga vari dhe i tremb. Ky është Sali Berisha. Ky është meriti i vetëm që ka glorifikon një çik atë se ti shikon, dashur pa dashur, është i vetmi figurativ tipo e glorifikon, tipo e bën sikur është zot valla, është Hajmali po thua, e kupton? Është i vetmi njeri që i bën, është i vetmi njeri që e ka frikë. Po kjo është gabimi e plako. Këto dua të shmang. Ne nuk duan, Po se nuk kanë frikë asnjë gjë tjetër. Nuk kanë, nuk duan t'ia dinë për asnjëri. Po i qeshin shqiptarët në sy valla. Po i vjedhin lekët nga xhepi, po i vjedhin shqiptarëve lekët nga buxheti i shtetit, lekët e plerave u morën direkt nga buxheti i shtetit dhe u ndanë për xhepat e ministrave. Dhe ata të qeshin në fytyrë valla. Në situata ekstreme, fatkeqësisht duhen njerëz ekstrem. Unë nuk jam ekstremist. Unë do doja me gjithë shpirt që këtu të vinte një forcë e re politike dhe t'i fitonte zgjedhjet ashtu si duhet. Po jemi në një vend ekstrem, buçi. Ke disa vite që je larguar nga Shqipëria dhe është gjëja më e mirë që ke bërë. Jo, nuk shikoj këtu. Ta kalojmë muhabetin atje. Plako se ajo Jo të kuptoj, po problemi është që të kuptoj, po do ta ndjeje këto 8 vitet e fundit, do t'i ndjeje më mirë po të ishe këtu. Jo më mirë se aq larg sa unë vërtet unë vetëm këtu, gjithë familjen aty e kam me farefiste, shoqëri. Të kuptoj. E kuptoj që jenë në dieni shumë mirë, po. Është qesharake, e kupton, është të vjedhin dhe të qeshin, dhe të thonë, unë po të vjedh, ti çfarë po bën ti po ri. Të tregojnë dhe një barsalet në fund edhe qesh ti me veten tënde. Është situatë shumë kritike, nuk ka zgjidhje të. Shiko, problematika që kam me të pjesën, domethënë, vëllai, se nuk mund të vazhdojmë në një mënyrë të tillë, domethënë, ku Sali Berisha ikën edhe vjen se e thrasin komunistat, edhe ashtu më thoi të kuptoj, po plak, shiko. Është i mbaruar, Sali Berisha është i mbaruar tani, është i mbaruar fare, më kupton. Është po ikën vëlla, është i mbaruar tani të marrim rrobë të rinj vëlla. Po jo, po shiko, fakti që populli domethënë ku ti shikon atë që është i vetmi që mund të artikuloj ca teza kundër sistemit, edhe ka njerëz që deri diku domethënë e besojnë edhe ndjekin, tregon që ky sistem është aq i fëlliqtë vëlla, këta e kanë degraduar aq shumë Shqipërinë sa që ti i kthen syt nga Sali Berisha, më kupton? Se nuk ke nga i kthen tjetër, se këta të tjerët ishin të gjithë plastelinë, se këta u pan. E kupton? Nuk ka të tjerë. Po kjo s'e pëlqen më se ky Sali Berisha është bërë si Jezusi vëlla që u kthye mbas 3 ditësh, edhe Sali Berisha u kthye mbas 3 humbjesh. E kupton tani what the fuck plak. Shiko, ky është problem shqiptar i thellë që ky është i mbartur ndër vite. Po është gjithmonë se është një analist, nuk e di çfarë mendimi ke, po një nga të vetmit e mi të preferuar është Andi Bushati. Edhe ai e ka thënë shumë herë më mirë se sa mua këtë. Ai e ka thënë, jo, pse qeshet te Andi Bushati? Çka nuk të pëlqen Andi Bushati? Andi Bushati është vdekje, por Andi Bushati është zdrom. Andi Bushati sot shan Edi Ramën, nesër shan Sali Berishën, sot puth Edin, nesër shan Ilirin. Andi Bushati është nga rob më të paguar nga partitë, po nesër.
A është analist I mirë në atë punën që bën, Jo, vetëm kur paguhet. e ke, jo, këtu nuk I ke informacionet mirë për Andi Bushati. Andi Bushati punon gazetat e lapsi. Do e bëjmë Andi Bushati Andi Bushati ka qenë I pari që nxirrte ato vrasjet që u bën në shesh atje, kur ishte Sali Berisha, ishte I pari që dilte fliste për ato, ishte dhe Edi Rama I shkruante I thurte lavde në për libra, dhe është I pari tani që shan Edi Ramën nga mëngjesi deri në darkë. Në qoftë se ka një njeri konsistent, ai unë do të thënë edhe mbronte Edi Ramën për shumë kohë, kupton? Shiko, Andi Bushati plako është një temë ta bëjmë çik skip të lutem, se do flasim për ato domethënë, po flasim në një moment tjetër. Okej, mund të flasim po patjetër, po me pak fjalë domethënë kjo është pak a shumë një citim që ka bërë ai në lidhje me situatën aktuale në Shqipëri. Ka thënë, në qoftë se ti thoshte je në një shtet bandit, ku shteti ty të merr, të rreh, të nxjerr në rrugë, aty në rrugë të rreh prap, dhe ti nuk ke asnjë lloj shprese, ti, si qytetar në atë gjendje mjerane që re, ti do suportosh çfarë do lloj bande tjetër që do vi, sa do e keqe të jetë, vetëm që ti bëj kundërshtim kësaj, se ti nuk ke opsione të tjera. Në qoftë se kemi opsione të tjera I diskutojmë, po nuk kemi është ideja, dhe ti do suportosh çdo gjë tjetër me shpresën e vetme që të jetë e keqe pak më e vogël se sa kjo e keqe që ke tani. Ky është opinioni me pak fjalë. Kjo është ajo që suportoj dhe unë në këtë pikë. Pra është punë bandash. Okej, një kështu bëjmë çik sikur po bëjmë intervista në rrugë. Sali Berisha për ty I keq nga 110-a, sa? Nuk ta them. Ore, sigurimi në rrugë, vëlla. Sigurimi në rrugë dhe pa nga aty do vazhdojmë debatin. Po, okej, e kuptoj, po ku do të dalësh këtu domethënë? Se ça analizë do të bëjmë sa okej, ku ta di. Nga sa I mirë edhe nga 110-a sa I keq. Një rob mund të jetë I mirë dhe I keq në të njëjtën kohë. Edhe unë po të them, nga 110-a sa I mirë është edhe nga 110-a sa I keq është. Përgjithsisht të vulgarisht, e kupton, jo pa dëje. Ku ta di, mund të them që mund të jetë një nënt I keq. Numër 9. Po I mirë? Nuk e gjykoj dot të mirë, po kupton, po I gjykoj vetëm për të keq. Se nuk di çfarë numri I vëmë. Mendoj për shembull personalisht mendoj që Sali Berisha është një 7 ose 8 I keq, domethënë, dhe është po prap diku tek 6-7 I mirë. Domethënë. Edhe fakti që okej, nëse pra nëse që ndërpreva. Jo, do thëja që nëse ti bëre këtë lloj, domethënë vlerësimi atëre pak a shumë aty I bie ti edhe unë diku. Po unë mendoj domethënë që ka goxha të këqija, prandaj vura notën 9 për të keq, sepse 10-ën po e rezervoj vetëm për ku ta diun për Enver Hoxhën. Kupton, prandaj po I vë një 9 aty dhe tek pjesa e të mirave ka dhe disa të mira, më kupton që është diku te ku ta diun, mund t'i vë ka berca të mira, mund mja 6, mund t'ja vë edhe okej, arbitrare. Po unë domethënë me këtë 10-ën e Enver Hoxhës e kam pak të vështirë të shkëpus edhe këta që pasuan pastaj, më kupton, Fatos Namën. Unë edhe aty vë një notë shumë të keqe. Pastaj ti ke ditë, më kupton? Tek Fatos Namën si sot për shembull, sepse unë edhe pse jam I djathtë vetë, domethënë nëse ka një rob që mua më ka pëlqyer si figure e plotësuar, domethënë që ka qenë kryetari I Partisë Socialiste, po në të njëjtën kohë dhe antikomunist me kartela të hapura në kohën e komunizmit, ka qenë Fatos Tana, po ajo është bisedë për herë tjetër. Tani një djalë këtu tani me të lidhjen me që ne ja dham notën tonë Sali Berishës mbas diskutimit, unë nuk I lexoj dot se nuk e di se çfarë shkrimi është ky. Po thot, o vlla, a mund të kuvendoni në lidhje me çfarë qeverie I vyen ose I hyn në punë Shqipërisë, domethënë, ose çfarë do kishte ndryshuar juve? Ta pyes ty unë të parin, edhe po mendoj. Okej, unë mendoj që momentalisht Shqipëria domethënë nuk ka një parti e cila është e majtë. Partia Socialiste është parti e
do ta qoja unë ekstremit të djathtë e cila suporton vetëm interesat e oligarkëve. Pra, është një djathtë ekstreme, po në botë ata të republikanët për shembull që janë të djathtë, ata thjesht e bëjnë nëpërmjet prerjes së taksave duke i suportuar, ndërsa këtu e bëjnë duke i anashkaluar taksat fare, domethënë duke mos i paguar taksat edhe duke i dhënë të gjitha tenderat dhe gjithçka tjetër. Pra, Partia Socialiste në Shqipëri ka vetëm emrin socialiste, se nuk ka lidhje me të majtën. Thjesht mbron interesat e oligarkëve, fushatat, merret pushteti dhe lekët i kthehen prapë oligarkëve nëpërmjet tenderave. Ky është modeli që e filloi ta bënte Partia Demokratike, por e masterizoi Partia Socialiste në perfeksion. Pra, ajo që mua më duhet në Shqipëri, mendoj unë, është një parti e majt, po liberale. Duhet një parti e cila të ndihmoj fshatarin duke ia dhënë naftën me të lirë që ai të punoj tokën dhe faren domethënë tenderin e naftës mos t'i japi oligarkut që t'ia japi naftën atij me 2600 lekë dhe tenderin e farës mos t'ia japi atij oligarkut tjetër që vete e ble dhe është i vetmi në Shqipëri dhe fshatari do detyrohet ta blejë tek ai edhe të skaduar nëse ka. T'ia japi domethënë ato librat e shkollave t'i bëj gjitha pa lek, nuk ca i kanë bërë, po t'i bëjnë që mos të zihen, mos të bëhet sherr këtu, kush shtëpi botimi të blej librat edhe të bëjnë biznes me ato. E njëjta gjë të ndodhi dhe me ushqimet, dhe me këtë i quajmë parti të majt, që të kujdeset për interesin e popullit. A përshkruhet drejt në një farë pikë situatën. Unë kam një kundërshtim shumë të thellë me të, domethënë, jashtëzakonisht shumë të thellë. Që i bie që thej Partia Socialiste e është radikale e djathtë. Unë mendoj, domethënë tash do të diskutojmë bashkë. Unë mendoj që ti je objektivisht, je zakonisht shumë gabim këtu, sepse Partia Socialiste ka taksë progresive. Taksë progresive ka vetëm qeveritë e majta. Qeveritë e djathta gjithmonë kanë taksë të sheshtë edhe pak taksa. Qeveria e Ramës ka taksa shumë, edhe të larta dhe progresive. Domethënë që janë të majtë në bërtham. Partia e Ramës është ta shpjegova. Jo, ta shpjegova të pjesën e taksave për oligarkët. Në letër është e vërtetë. Po edhe demokratët në Amerikë, nga Pfizeri dhe nga të gjitha ato të tjera, nga Walmarti edhe budalliqe të tjera vinë, se çfarë di ti. Shiko, pjesa e autokracisë nuk është tipike asnjëra nga palëve. Të dyja palët në çdo lloj shteti të këtij bote dhe çdo njeri që ty të thotë tjetër është duke të gënjur. Ore edhe në Gjermani, në Angli, ku të doj trapi ty, vë regjistrin ku të duash, oligarkët të gjithë i respektojnë. Ndryshimi qëndron sepse në vende si Rusia, si Shqipëria, oligarkët janë emra, sepse kanë kompani të fuqishme, kurse në vende si Anglia, Gjermania apo Shtetet e Bashkuara Amerikës, oligarkët janë thjesht koncerne ose kompani të mëdha kolosale që nuk i dihet as emri se kush e ka në letra. Fakti që ata janë kompani dhe këta janë njerëz fizik, nuk ka asnjë lloj ndryshimi për mua, domethënë se është një etni, një entitet që kontrollon politikën në plak, në mënyrë oligarkie është ajo. Edhe nuk ka lidhje as me të djathtat as me të majtët. Kjo ka lidhje me establishment, e kalbur. Pra, po këtu ka të bëj monopoli, pra, këtu ka të bëj sa monopol janë, sepse me të vërtet ka edhe në botë lobime. Amerika e ka domethënë po thotë se të ligjshmit që bëjnë lobime ata, super miliarderët edhe mund të ndryshojnë ligje këtu, ndryshojnë ligje atje, po ka diçka. Është sa i lë shteti oligarkët të marrin fuqi përpara domethënë se sa ti godasi dhe sa i detyron shteti këta oligarkët që të kujdesen për popullin dhe sa taksa u merr që ai t'i vendosi këto lekët e atyre në shërbim të popullit, që populli domethënë mos të revoltohet dhe të ketë një mirëqenie, të ketë minimum jetik populli. Pra, edhe oligarku të bëj lek, po edhe të ketë edhe shtresë të mesme, e kupton, dhe shtresa e ulët mos të vdesi për bukë. Kjo është, mendoj unë, çelësi i çdo shteti. Tani, edhe në botë padyshim që ka oligarkë. Sa po them përpara që Partia Socialiste është radikale e djathtë. Kjo është faktikisht e gabuar, Henri. E kupton? Kjo po them unë. Edhe nëse ka një drejtim politik që e sulmon dhe do ta shfarosi klasën e mesme në të gjithë Europën që ne po e vuajmë sot kësaj dite me gjithë këto çmimet, ku që kanë ikur kështu kolosale fare që janë marramentë, domethënë, janë ana e majt politike. Ana e majt politike është
e betuar për të zhdukur klasën e mesme, sepse klasa e mesme është ajo që fiton zgjedhjet, klasa e mesme është ajo që bën ligjet, klasa e mesme është ajo që vendos ku do bëhet çdo lloj gjëje. Në momentin që klasa e mesme është dështuar, që shpëndot tashi, që na ka vajtur biletat për të ardhur në Shqipëri nga 300 euro në emër të mbrojtjes së ambientit edhe budalliqe të tjera më thet thash, edhe po ka filluar dalin reklama që duhet të kthejmë avionet elektrik që ta bëjmë të mundur, që ne nuk e dimë fare që si ishte e mundur më të futurorin. Dalin reklama tash nëse kur dëgjon Spotify, dalin reklama thotë të së bashku ne duhet të bëjmë të mundur të futurojmë përsëri. Kur logjikisht ne nuk jemi të ndaluar, po thjesht janë shumë të shtrenjta. Edhe janë kjo lloj propagande. Në çdo shtresa e mesme është zgjeruar kur politika nga ana ekonomike, flasin ka qenë djathtë. Në çdo vend të Europës ku ka pasur lulëzim ekonomik, ka pasur vetëm me ekonomi të djathtë. Në përpjamje sociale, pasaj në mbështetje ku dëgjon shkolla budalliqe, jam i majti më i madh nga të gjithë, nuk diskutohet fare. Që ndoshta ndoshta domethënë nuk e shpreh aq mirë domethënë këtë pjesën e kësaj. Shiko, mënyra se si janë ideologjitë politike në botë që ne i njohim pak a shumë ashtu siç mund të jem për shembull me njëjta gjë në Shqipëri, më kupton? Politika në Shqipëri është shumë e thjeshtë. Dhe nuk janë këto parti në Amerikën, se nuk do të kisha ndërhyrë ndryshe, po. Të kuptoj, jo, ishte domethënë, pra unë pak a shumë të djathtë quajta ata që suportojnë domethënë ata mega oligarkët, ata që i ulin taksat fare për ata dhe por kjo domethënë këtu te ne bëhet duke mos i deklaruar mallin fare, se këtu ka shumë biznese, madje u dënuan edhe ca që vinin merrin produkte elektronike kështu iPhone ande nga Amerika, edhe pa e nxjerr ato distributorët zyrtar këtu në Shqipëri që janë ca, vinin i shisnin këta valla. Edhe morën gjoba vllaset, retali që nga e futet tek ta madhe valla. Ndodhin ca gjëra këtu te ne në Shqipëri valla që janë këto janë ato që nuk kanë lidhje domethënë me termat që janë aktual në botë të majtës dhe të djathtës. E kupton? Prandaj unë këtë quaj të majtën, unë quaj të majtë një parti që vjen dhe mendon që populli domethënë të paktën të ushqet të përmirësoj jetesën e popullit dhe mos të mendoj për mënyrën se si të mbaj pushtetin. Kupton? Kjo është, pastaj te teknikalitetet jam dakord me ty. Jam dakord me taksën e çeshtë. Pajtin e martë jo. Çdo parti që vjen, ato që shesin ato që duan të arrijnë ata që janë gjithmonë që duan të kënaqet populli, të rritet populli. Kupton? Partitë e majta të djathta ndryshojnë nga mënyra se si ata zgjedhin. Partitë e djathta Partitë e djathta ulin taksat në mënyrë që leku mos të ngecet në për taksa edhe të ulet produktiviteti, por leku të fitohet më shumë e të investohet më shumë. Që unë janë është një model që unë e suportoj, sepse me kam studuar me shumë kohë, domethënë se jam i apasionuar që dua ta di se si funksionon, edhe është vetëm një model që për momentin funksionon. Partitë e majta i groposin njerëzit në taksa. Fakti që po ndel në Gjermani. Në Gjermani një person që është në klasën e mesme sot është i destinuar të kalojë në klasë të ulët brenda 2 viteve, sidomos me këto lëvizjet e reja të çmimeve. Është e pashmangshme. Edhe këto i bën të gjitha një politikë ekonomike e majtë. Rritja e taksave, rritja e taksave vllai ka qenë arsyeja pse u shkatërua perandoria spanjolle, po flasim të vonshme, pas mesjetës këto me pushk me gjëra, edhe pse u shkatërua perandoria britanike, kupton? Këto dyja kanë qenë, sepse ata rritën taksat, edhe siç ishte T-tax në Amerikë, domethënë që bën ato të famshëm në Boston, ata që hon ato budalliqe të tjera, asnjëherë nuk është zgjidhje asnjëherë vëllai që të taksosh rob më shumë. Se këta e di çfarë bëjnë këta të unë nuk jam tek pjesa e taksave, kupton, absolutisht nuk e suportova në asnjë moment këtë. Domethënë e thash që në fillim që është pjesë e dështuar kjo pjesa e rritjes së taksave. Dua domethënë që taksat të jenë taksimi i sheshtë për mua ishte shumë okay. E di unë, shumë mirë, e di, unë të kuptoj ty, po unë thjesht
Unë e di shumë mirë se çfarë do të thosh ti, se unë e kemi diskutuar edhe herë tjetër këtë domethënë, po nga që kjo do gatohet pas disa ditësh, do ta dëgjojë të tjerë dua ta sqaroj. Unë e di shumë mirë se ti nuk je për taksë progresive, unë e di shumë mirë që ti nuk e mbështet asnjë lloj ngritje të taksave. Unë mendoj që ajo që ti do të thosh është që ato që janë të paktën të mblidhen, këtu e ke ti, apo jo? Po pra, këtë e kam shprehur unë, po taksa që janë të mbyllur, po këto janë thjesht plotësuese, domethënë që edhe njerëzit, unë mendoj se këto që po themi ne tani, domethënë do i mbushim mendjen pse duhet të mos votojmë më PS në plan. Kupton? Këtë duhet ta arrijmë. Po pra, e vërtetë, po pra. Pra, ajo që doja të thoya unë që u shprehva Dabit. Duhet të mbushim mendjen njerëzve. Po, mos votojmë PS. Një herë në jetën e tyre politikë të majt. Është në qoftë që vret njeriu shoqërinë dhe nuk ka më asnjë lloj perspektive shoqëria, është politika e majt. Qoftë doni të vazhdoni aty ku jeni, pa lek, pa perspektivë, pa shkollë, pa asnjë lloj mundësie, vazhdoni, votoni partitë e majta. Okej, ideja është ka dhe disa shtete në Europë, nuk e di, më duket Norvegjia, diçka e tillë që funksionojnë deri ku sistemet politikat e majta, po nuk është se kam informacione mjaftueshëm si ta suportoj si tezë. Por ideja është që ajo që unë quaj tamam politike e majtë është kjo që po them pra, sepse në Shqipëri është pak e vështirë që ti të flasësh, domethënë e thash me terma konkret që kjo është një parti e majtë me bindje të majta, kjo është një parti e djathtë me bindje të djathta, kupton? Unë thjesht dua që partia që do vi të mbledhi taksat dhe të kujdeset për qytetarët, të kujdeset për zhvillimin e bizneseve të vogla, për biznesin e vendit, mos të importoj, edhe atë bujqësi domethënë që është e mundur që të zhvillohet maksimalisht, të ndihmojnë ata fermerët që janë, edhe të zhvillohet domethënë ekonomia e Shqipërisë maksimalisht, jo të favorizojnë ata oligarkët që ti marrin të gjitha nga jashtë dhe ti sjellin këtu se ti i favorizon edhe i ul taksat dhe i le ata të vetën. Kupton? Se këtu kështu bëhet pothuajse me çdo gjë. Ky është sistemi që po ndjek PS-ja. Këto janë ato që duam të ndodhin. Do të thënë që vetëm gjë që ti do sipas pyetjes që bëri djali është që vetëm gjë që ti ndodh është që mjafton edhe kaq sa kemi, mjafton të zbatohet thuaj ti në përpikmëri. Edhe jo të po që këtu fillon. Që këtu fillon, shembulli vjen që lart, nëse kryeministri i shtetit është me të vërtetë i interesuar në ligj zbatim, do fillojnë të gjitha me radhë ato, normale, edhe taksat e naftës ulen, në qoftë se oligarkët shqiptari paguajnë të gjitha taksat ashtu si duhet. Qoftë se mblidhen të gjitha dhe nuk ka kështu të pa deklaruara, janë gjitha deklaruara, edhe taksat e naftës nuk kam se të jenë aq të larta, se shteti i mbledh taksat në vende të tjera, se kur shteti është i paaft, ti mbledhi tek bizneset, tek industritë, atëherë detyrohet aty te nafta, se naftën duan do ta hedhin gjithë ata që lëvizin. Kështu që kjo është Shqipëria, domethënë mund të ketë nuk ka asnjë njerëz që nuk e paguan naftën. Se këto janë iluzionet e shqiptarëve që nuk e kuptojnë të budallikun e Diramës, që thonë që taksa e naftës mua nuk më prek sepse unë nuk kam makinë. Asnjëherë. Është budallik. Taksën e naftës ti e paguan kur ble bukën, taksën e naftës paguan kur i bën autobusit, taksën e naftës i paguan për çdo gjë që ti blen në dyqan, paguan taks nafte. Sepse ai personi që ka çuar ata atje ka paguar taks nafte. Dhe ai do i rrisit çmimin me aq shumë sa të marrë dhe ai lekën mbrapsht. Sepse në fund konsumatori ja. Të shojë thjesht, gjithmonë domethënë. Kështu që është budallik të mendosh domethënë që taksa e naftës nuk i prek ato gjitha. Kjo është diçka shumë e thjeshtë, por në të njëjtën kohë domethënë dhe shumë inflamatore në Shqipëri kjo taksa e naftës plako se ti të paktën pas ka po mirë të. Shumë njerëz nuk e kuptojnë domethënë që pse ambienti jetë gjithasë ka problemi me ne domethënë. Nga që jemi sfungjer, ne marrim to budalliqet e botës domethënë. Ne pa mbushur barkun me bukë, po mendojmë të bëjmë mjedisin nga ndotja e naftës, e kupton? Me këto mega metropolet që ne kemi, me këto budalliqet. Jemi tjetër nivel që jeni. Jo po të gjithë e kanë, jo po të gjithë vllai e kanë dhe këtu, po han veten me njerëz veten me dhëm njerëzit këtu. E kupton? Edhe është frika më e madhe është do vinë fuqi radikalet e djathtë, vetëm sepse qendrorët dhe majtistët kanë kaluar gjithë majtas dhe nuk po funksionon me asnjë gjë.
Nuk është normale të taksosh një popull. Se kam dëgjuar shumë persona që thonë, po ata do të paguajnë taksa, atëherë paguajnë taksa. Nga di gjej lekë se ti po paguam me taksa. O pra, o gomar, po ti taksë, çdo lloj takse ti e paguan 2, 3, 4 fish, sepse jo vetëm të paguan taksën si individëre, se do punosh kamarier apo në fabrikë. Po ti paguan taksë për çdo lloj gjëje që blen, ti paguan taksë, do blesh një celular paguan taksë, do blesh një kompjuter paguan taksë, çdo gjë. Çdo lloj gjëje, edhe taksat pra nuk duhet të taksohen progresivisht bizneset, kurse bizneset do bëjnë diçka. Nëse bën në mënyrë progresive ti, një biznes që prodhon telefona tash, do thoj, okay, ky telefoni normalisht kushton 350.000 lekë, po unë po taksoj në mënyrë progresive. Gjëja që do të bëj unë do të bëj të telefonin 380.000 lekë, 15.000 lekë do i paguaj taksën progresive, 5.000 lekë do i marr përsipër dhe do i quaj rritje të çmimit sepse kështu funksionojnë gjërat. Ti si individ tu bëj qefin e fillim se ai që ka kompani dhe që është oligark pagoj më shumë se sa ty, po në fakt ti po e ha nga të dyja anët, sepse edhe taksën e oligarkut ti po e paguan duke bler produktin e tij. Kështu që asnjëherë nuk funksionojnë këto budalliqet. Nuk Prandaj të vëshoja me 10% ishte shumë e mirë, sa e kishte Saliu atë. Për shumicën 10, pastaj të tjerat ishte 10% Ja, 10% taksë është. Ishte domethënë gjë e mirë, ishte një nga gjërat më të mira, i lejonte atyre që ishin të pastër edhe që kishin kapacitet për të zgjeruar të zgjerosh. Po tani duhet të mendosh 400 herë. Tani s'po ngelim asnjë gjë, tani edhe bankat po i marrin gjithë në dorë vetë, thanë, se duan të bëjnë atë amnistinë e lekëve të pista, e kupton? Të gjithë investitorët, të gjithë bankat e huaja po largohen nga Shqipëria, edhe të gjithë degët e bankave të huaja ose po do kalojnë në menaxhim shqiptar ose në kulturë. Që kur doli kjo që duan të bëjnë ata që sa përqind duhet paguanin për lekët e pista që kishin, vaj ishte sepse në Shqipëri afërsisht 1/3 e gjithë lekut që qarkullon është lek i pa deklaruar. Nuk e di, po 1/3 amnistin fiskale tash është që për këto parat e pista që ti njohë është ideja sepse të gjithë këto personat e drogës, domethënë, janë larguar tash nga Shqipëria, nuk po investojnë këtu në Berlin, Gjermani, e kupton. Është një lloj çeni këtu shqiptar. Po, normale. Nuk e përmend dot emrin se si dihet. Që ka qenë një kur kemi ardhur ne, dhe janë 17 tash, që shumicën e kohës bosh janë, edhe hajde merre veshje se si mbajnë ata, po gjithsesi. Edhe të tjerë, filluan të investonin jashtë se e panë që ky vetëm taksa, bam bum au ju çmet e larta, tani çfarë bënë, thonë ja amnistoi unë që të kthehen prapë paratë pista në Shqipëri, të vazhdojnë të investojnë në Shqipëri, edhe normalisht bëhen kulla au ju dreshi shejtan qenë mace. E kuptosh? Bën kulla me çmimin 250.000 euro apartamenti në Shqipëri që i bie të punoj 100 vjet robi kështu që ta blej atë. Ore, di sa themun, si industri si jam. Ti nëse e bën 250.000 euro atë apartamentin bëhet. Nuk ka asnjë lloj kundërshtimi, po ti duhet ti bësh letrat e atij apartamentit fije për fe, me kualitet, me kontroll kualiteti, me sigurim kualiteti, me plan, me të gjitha do të jenë atje. Edhe ti duhet ta kesh të dokumentuar 106 milion % se nga janë të ardhura këto para. Nëse ti i ke këto, jo 250.000 vija ti. Ore 6 bilion miliard vija ti, e kupton? Se është prona jote vëlla. Unë krijoj një stereolaps. E kupton? Stereolapsi, domethënë nuk e ha asnjëri. Po unë them dua 6.000 lekë. Ti më thon mua, po ikë ti budallaj drejtë, kush ta ble stereolapsin ty? Kështu funksionon tregu. Tregu e rregullon veten. Nëse ti e di se nga se përbëhet ky stereolaps, e di që ky nuk ka asnjë lloj gjëje speciale. Po kur unë të stereolapsin ta mbështjell, domethënë që janë lekë të drogës në gjitën, thotë që te kjo kutia është një stereolaps, është shumë i mirë, ka përdorur Barack Obama domethënë, e ti do ta kuptosh vetëm kur ta marrësh, vetëm kur ta hapësh kuptin, ti nuk e di se çka ka brenda. Normalisht nuk funksionon më gjëja, domethënë se s'ka transparencë. Nuk ka transparencë. E pra, po këtu është problemi që këto apartamentet i kanë këto çmime kështu sepse domethënë ose tregu i blerjes për këto apartamente është shumë i ngushtë, kupton? Ka persona domethënë që ca njerëz që kanë qenë inxhinier ndërtime këtu në Tiranë, ka marrë vesh që gojnë pas goje vin persona kështu me çanta me lekë vëlla, dhe thon
na sa lek bëjnë për shembull kaq apartamente. Se kam ca lek, vinë sjellin çantat me lek, nga 200.000 euro, nga 100.000 euro, këto janë duket që janë lek i fistë, valla. Këta janë të vetët persona që mund t'i përballojnë t'i blejnë këto apartamente dhe t'i bëjnë, se ata që i përdorin nuk i bëjnë me synimin që të shiten të gjitha, se ata e dinë që s'ka kush i bler. Se nuk e kanë shqiptarët aty. Me bosët e drogës unë valla nuk normalisht bën sens. Unë nuk kuptoj një gjë me këto çunat e Londrës, se drejtohem sinqerisht tash. Shiko. Nëse sidomos një çun Londrë e gjonte, di çfarë është problemi valla. Ju keni lekë plak. Me kupton? Ju keni lekë, po blini apartamente nga 2 e nga 3. Keni marrë riskun, nuk jam unë ai që do ju vë epitetet të gjykoj. Por pse i vini kështu valla këto çmimet e kodit nga 300-400, e kupton? Se ti bosh do e mbash atë. Pse nuk e jep me çmim tregu, për shembull na 200.000 lekë, na 100.000 lekë, 200.000 lekë, 250.000 lekë, domethënë pse i vë nga 400 a 500 të plak. Se ti bosh do e mbash. Më mirë merr pak se sa mos marrësh fare valla. Ti nuk do kesh asnjë lloj argjimi plak. E kupton? Ti rrezikun, atë punën që e ke bërë gja. Pse nuk i fut në funksion, pas paksa të jenë. Nuk prishet shtëpia valla. Ta them unë përgjigjen shumë shkurtër. Nuk ju intereson atyre fare o 300.000 lekë, 200.000 lekë që do marrën. As nuk ju intereson fare fitimet atyre. Ore të bëhen si Escobari vllai, të bëjnë një profil, të japin me çmim të lirë të paktën valla. Për aq kosa janë bosh, jepi me çmim të lirë vllai. Jo, këtu jam dakord me ty, unë duhet të jenë njerëzit më zemërgjerë në Shqipëri, ata që kanë duhet të japin, po fatkeqësisht me lek nuk është se është ngopur ndonjëri. Deri më sot, kështu që. Është di, Noku, unë do heq thjesht kokën nga kamera tani që të pi cigare që mos të ndali me ajo, e kupton? Po këtu jam. Vazhdojmë bisedën. Se di këtë, nuk më vjen pak gjuna, domethënë që nuk e shohin çik më shumë këtë pjesën, domethënë që si edhe perceptohen se po kjo që po thua ti, ata që ta shikojnë këtë pjesën në këndvështrimin tënd duhet që të jenë pak me perspektivë biznesmeni. Po më shumë po them kështu. Faktikisht në Shqipëri, vazhdo. Duhet jesh rritur me shpirtin e biznesit, që të duash të bësh lek këtu, të bësh lek aty. Një person që i ka bërë ato lekët ashtu shpejt. Po një familja, në qoftë na dëgjojnë njëherë dhe shpërndajnë, ky do hidhet në datë 21 do ngarkohet kjo. Tani, ideja është se në qoftë se dikush i ka, i zotëron, qoftë edhe një apartament o zotëri që e ke bosh për shembull, fare, leje me pak lekë plak. Sepse të keni sado mijëra euro, domethënë. Ore fundja fare të sop muhabetet e bravo i qoftë vëlla. E kupton? E pa që ai shtet shkërdhat si u dha asnjë gjë. Më mirë bëni legendishe në vend tjetër se sa të merreni me ata plera që nuk ju ofrojnë asnjë lloj perspektive. Unë me këtë mendim jam radikal nga kjo pjesa. Por mos u bëni më keq se ata që shan. Mos u bëni më keq se ata nga të cilët juve ikët edhe morët rrugën dhe i hyt atyre rreziqeve, domethënë. Ata ju hoqën juve nga Shqipëria dhe silleni sot e kësaj dite njësoj si ata. Nuk është ajo zgjidhja. Më mirë lëm pak lek, i bën der një njeriu, se sa i lë bosh edhe i çon çmimet në stratosferë. Se me doni vetëm kaq të thënë që në një far pike, valla, vazhdo. Jo, kam frikë se këtu domethënë do ishte shumë mirë kjo që thua ti, por kam frikë se shqiptarët nuk e kanë atë aftësi për të bërë kaq autokritik. Se në qoftë se do ta kishin, do fillonin të bënin ndryshime që sa do ishin këtu në tërëhet shqiptare, më kupton? Unë mendoj se e kanë plako, thjesht nuk ka një shembull të mirë për këtë punë, domethënë. Thjesht nuk ka dikush që nuk ka një njerëz që ta ketë bërë i pari e ta ndjekin të tjerët në mbrapa, domethënë. Është vetëm ajo që mungon. Sepse persona për shembull që nuk janë bossa, domethënë, po thjesht kanë, nëse do ishte një person që do ishte shumë i fuqishëm dhe do bënte këtë gjë, normalisht çdo njeri e ka një idhull, e ka një dikë që ndjek shembull në mënyrë aktive apo pasive është tjetër gjë. Po çdo njeri e ka dikë, domethënë që aspiron të paktën të bëhet i njëjti ose pse jo dhe më i mirë. Po të kishte një shembull domethënë që edhe ka, edhe bën, edhe i ka të gjitha të mirat e dynjas domethënë, po diku edhe jep aq më shumë vetë do ta bënin domethënë. Po
Deri tani çdo njeri e ka atë pjesën që sa më shumë të mundshëm, edhe nuk ka kuptim. Shiko që këta janë biznesmen të këqinj plak, e kupton se këto thonë unë dua aq lek sa e kupton atje ku s'mban me nga ky apartamenti. Edhe nuk mendoj fare që ore po dale valla. E kupton se në qoftë se unë ndjej 20.000 pound në muaj, edhe po të marr 200.000 lekë të tjera, çfarë problemi ka? Në qoftë se edhe në qoftë se si do, në qoftë se lë bosh, në qoftë se si do. Mos ja merr fare pastaj valla. Bëj një nder një tjetri valla, nuk kushton gjë që e mirë. Po unë s'jam pra, nuk po them një asnjëriu të japi shtëpia pa lekë. Asnjëherë në botë, është gabimi numër 1, nuk i jepet shtëpia robit pa lekë. Jepi me çmim tregu valla, mos ja fusni me nder muhabetit karit me grusha tash, e kupton? Se po i nxini rob nga shtëpia, e kupton? Po ja blini shtëpitë, po i nxini qeraxhin gjuna apo. Po, doli një lajm domethënë para dia pas që vetëm vitin e fundit janë arritur me 40% çmimet e gjitha apartamenteve në Tiranë, edhe me qera dhe me tjera, është. Shiko, që apartamentet në Tiranë do rriten është e sigurt, po jo me atë lloj përqindje. Duhet të rriten maksimumi 2 fish, 2.5 fish. Domethënë Berlin, unë kam marrë në Berlin vllai në fund të 2014-s, 2015. Në një shtëpi që unë kam tash, që për momentin domethënë është oferta që unë kam kërkuar 7 muaj për ta gjetur këtë shtëpinë që jam tani, që sot montoja bufen, që tash 10 do montoja bufen. Po, jo. Kam kërkuar 7 muaj vllai, edhe unë paguaj 450 euro në muaj për 37 metër katror, tu për shembull, plus energji edhe internet e budalliqe të tjera, që vetë diku te 500 e ca, e kupton? Tani, Po. në qoftë në jetë shtëpi në 2014 kushtonte 180 euro, 200 euro. E kupton? Tu ka arritur 2.5 deri te 3 fish, domethënë. Edhe njëjti sens me Tiranën edhe me çdo qendër kryesore të një shteti. Edhe kjo gjëja do Po ja tu është problemi. Ne kemi problemin të çmimet vlla. Se ne aq na u rritën dhe çmimet, edhe rrogat u rritën fare, edhe jo, problemi aty unë mendoj se është diku tjetër, nuk mendoj fare se janë këto, domethënë se këto çmimet nëse nuk ka transparencë, domethënë e dim këtë ne që është monopol, domethënë do duhet shumë punë për këtë. Unë mendoj se problemi më i madh që ndron, domethënë se në Shqipëri plako, ndryshe nga çdo vend tjetër, domethënë, po edhe në disa vende të tjera të Ballkanit njësoj si Shqipëri, vetëm një vend është valla, e kupton? Këta oligarkët që kanë një lloj në nxyrë kështu një lloj manevsi që vetëm të investojnë në Tiranë plak, nuk investohet me asnjë vend tjetër valla. E kupton? Ne kemi pasur debate për shembull, kam bërë një podcast për të që ka qytete në Shqipëri për shembull ku mund të bëhen investime kolosale në fushën e turizmit, në fushën e shkollës për shembull. Në Beratin e kemi si xheve, Berati ka vdekur valla. Sa veta unë kur veten në Berat tash 2 shok më kanë ngelur nga 30 veta që njihja unë që dilni me takoheshim me ç'kemi valla çaben e tjerë. Gjithë kanë ikur plak. Në Shqipëri, një shqiptar që s'është nga Berati, po të vej në Berat do vej vetëm për të vajtur në Berat, se nuk ka ç'a bën asnjë gjë tjetër përveç se të vej në Berat, e kupton? Kur me atë lloj kulture që kemi ne, domethënë me atë lloj terreni, gjitha mund të ishte dje për shkolla profesionale, për shkolla profesionale të gatimit, profesionale të turizmit, të kishte ku dëgjon, shkolla të larta për ç'a janë histori, gjeografi. Se do të bësh shkollë, është fakulteti i histori gjeografisë është në Tiranë. Kupton sa absurde është në vend të ishte në Shkodër, Gjirokastër, Berat është në Tiranë. Budallallik me brir, domethënë që Tirana ka më pak histori nga të gjitha këto. Vetëm që ka Tirana është ka qenë kryeqyteti i Shqipërisë nga koha e Zokut, kaq. Ktu fillon dhe mbaron historia e Tiranës. Jo. Jemi në paradoks, e kupton? Jemi në paradoks ku asnjë njeri nuk do të investojë në qytetet e tjera, domethënë, dhe unë nuk e kuptoj o plak. Jo, shiko, ta the është shumë e thjeshtë pse vjen të gjithë në Tiranë atje. Se shqiptarët valla kanë këtë manin që e kam parë një film vizat i morën këtë dhe më kanë ngelur në mendje se është fiks kështu përshkrimi i Shqipërisë. Ishte një grua e cila e urrente burrin e saj se nuk ishte i pasur. Dhe ky siçka merret me diçka kështu edhe ka lidhje me një shtet tjetër, nuk e di në Kin se ku ishte kjo, dhe ky fiton një pallat, e kupton, me pallat tamam mbretëror. Edhe merr gruan këtu dhe ikën atje. Vete gruaja këtij nga skamja, nga mjerimi, vete atje tek
pallatin mbretëror, ri një ditë, 2 ditë, ditën e tretë fillon e uren prap burrin. Kësaj radhe ureni thot, po mirë, po i mburem dot un komshies tani me këtë pallatin që kam po fund të botës. Unë për çfarë? Unë dua t'i mburem komshies ta. Unë s'dua të jetoj mirë për vete. Kështu e kanë dhe shqiptarët vlla. Shqiptarët vjen atje në Tiranë, e blen një burger 7.000 ca lek kaq, pse edhe vishen pispillosen e bën, e pinë edhe koktelin 6.000 lek, 7.000 lek, pse vetëm se duan t'i bëjnë pordha atyre që kanë aty ball për ball dhe duan të bëjnë flex vaj. Në një vend sa më të mbyllur, sa më skut, punoja unë tek stadiumi i Tiranës tani Errol Benia që është bërë, janë një ca lokale atje vlla që unë nuk e kuptoj pse mbushen plot, se atje nuk ka as pamje, as gjë, përballë ishte Sheratoni, që tani nuk është me Sheraton, po që tani po prishet fare, po shkatrohet, dhe poshtë është vetëm kështu beton me ca gure, dhe unë nuk e kuptoj për çfarë mbushet plot atje vlla. Nuk e kuptoj. Atje vishen, lyen, gjyen, pispillosen vi njerëzit, pse vetëm që t'i bëjnë por njëri tjetër të rinë kështu byth më byth, edhe të shikojnë me ata të tavolinës përballë, edhe të xhelozojnë edhe të bëjnë. Është një kulturë toksike në Tiranë vlla, është kopjojnë ata jashtë. I kopjojnë, marrin Amerikën dhe e kopjojnë Amerikën kështu, duan ta bëjnë fotokopje, mos s'është mentaliteti i njëjtë. Nuk është çalojmë shumë te kjo pjesa. Kjo është ajo shqiptare. Kemi konsumimin ne kemi rëndësishëm fare, domethënë. Unë nuk e di pse ka ardhur deri në atë pikë, domethënë. Por unë nuk kam asnjë lloj kundërshtie me to që hapin biznese, domethënë lokalet të tilla, përderisa ka treg për ata atyre ju lum bytha domethënë dhe bravo ju qoftë që e din me çfarë populli kanë të bëjnë domethënë dhe e din që ato gjëra do hecin edhe e din që ta do jetojnë vetëm për këto lloj pune domethënë etj, e kupton? Po se di domethënë, shiko, biznesmeni këtu nuk i ka faj askushit plako. Biznesmeni nuk ka asnjë lloj fajt, fajin e ka hiç vetë vllai. E kupton? Shiko, deri diku e vërteta është kjo, se unë jam nga ata të parët që i tall shqiptarët se vjen e paguajnë 60 euro shezllonin në plazh. Unë i tall nga mëngjesi deri në darkë, po. Kur kjo bëhet trend, kur të gjitha plazhet ty fillojnë ta vënë çmimin aq të shezllonit, kur të tëra restorantet e Tiranës e këto fast foodet i kanë, po çmimet pothuajse tëra një lloj, mësojnë edhe ata të shtëpive që shesin ato, japin me qera kolibe qeni nga 250 nga 300.000 lek, fillon bëhet si norm, më kupton? Kështu që duhet të prishet ky rendi nga dikush, në mos të prishet nga qytetarët, me pak ndihmë nga shteti duhet bërë, më kupton se që të lejoj konkurrencë më të ndershme për këta biznesmenët, se kur ti ke 1-2 biznesmenë që kanë tëra bizneset, tani s'duan do përplasen në një vend ata qytetarët, e kupton? Kështu që duhet më shumë konkurrencë e ndershme, duhet edhe shqiptari të ketë respekt për veten, se shqiptari si konsumator ka zero respekt për veten. E lejon që ta trajtojnë si pler, kamarier, biznese, gjëra kështu, me shërbime skandaloze, edhe e pranojnë prap. Këto review të këtyre vendeve në Tiranë vlla duken vetëm nga review të turistave. Të vjen turisti ty atje të bën një review me 2-3 fjali, ta nxjerr biznesin të fëlliqur fare. Kur i ketë të gjithë shqiptarët rinin që thonë, o atje vete se atje është për qef. Shiko review e turistit i thot ai, kamarieri po rinte kot, edhe pse s'kishte asnjë klient, kamarieri vinte më rrotullonte tabaka më ja nuk më vinte më shërbente. Ishin shumë të ftohtë, as nuk buzëqeshnin, as nuk bënin, tani unë s'po them të tilla vesh ta bash me muhabetet, po një buzëqeshje thoj përshëndetje si jeni. Se ti para te po i merr ato lekët. Vllai, po këtu në Shqipëri nga që këta vet pronarët janë mega bossa si urruhet për klientin, e klienti s'ka çfarë bëj, ndonjëherë do vej do përplaset. Po që kjo është vllai, fatkeqësia dhe qesharakllaku i Tiranës. Është shiko, do na thosh ndonjë gjë pozitive tash për mbyllje, mos ta mbyllim shumë me këtë, se kjo ishte shumë e goditur, po ishte shumë okay, çfarë do të them ndaj gjë pozitive tani? Do shpresojmë që ku ta di, do ketë parti të reja në Shqipëri që janë të mira, që do marrin mandate, edhe do bëjnë rezistencë kundër shtetit, I guess. Ose unë do ikin nga Shqipëria edhe do dua t'ja di me fare për këtë vend të fëlliqur. Okay, do bëj një pyetje dhe pastaj do mbyllim.
Ti vetë si Ener, e mendon ndonjëherë që mund të krijoje diçka vetë? Ku, në Shqipëri? Po. Do ta kisha dëshirë. Do kisha dëshirë. Kështu që mund të përballemi dikur me faktin Henry Ismaili për kryeminist. Është, kupton, është ku ta diun, një ëndër për të cilën unë nuk e mendoj dot, sepse unë nëse dua të punoj për diçka, domethënë filloj punoj avash edhe nuk mendoj aq larg, se nëse mendon aq larg humbet andej pastaj. Më mirë fokusohemi këtu poshtë një herë, të shikojmë se çfarë mund të bëjmë këtu dhe pastaj avash me ngritje, me nuk i dihet. Nuk e dihet asnjëherë. Domethënë çfarë mund të bëjmë. Po që avash domethënë duhet të punojmë këtu ku jemi një herë me. Unë personalisht do e kisha shumë dëshirë për shembull që në qoftë se vërtet do dilte një ku dëgjon, një si tip lloj partie që do ishte komplet e re, domethënë me fytyra që s'e ke dëgjuar asnjëherë, që nuk ja përfshir asnjëherë me asnjë lloj gjëje për shembull. E të dilnin fuqishëm, do isha për shembull suportues jashtëzakonisht shumë i fortë edhe do mundohesha domethënë me aq pak si ta them, me aq pak fuqi apo me aq pak mjet e sa kam unë në dorën time, domethënë që ti vija nga mbrapa këtyre, domethënë edhe të mundohesh të ndryshoje gjithçka. Mendoj se do ishte diçka e bukur, po problemi është që kush? Ky është problemi. Të kuptoj, jo, unë për vetes si individ domethënë ma kanë thënë dhe më përpara këtë që mund të futesha domethënë ndonjë nga këto partitë politike të angazhohesha atje, po unë si tip në përgjithësi jam tip që nuk para bëj shumë kompromise për sa i përket për shembull idealeve ose bindjeve. Edhe e di që nëse do futesha, do organizohesha në një nga këto forume trinore, do duhej që të bëja një luftë të pisët për të arritur diku më lart, pastaj njollosja do ishte, pra, me pak fjalë kjo që po them unë është teorike hipotetike, po që unë të vete në një nga këto partitë, supozoj që mund ta kishte deri diku strukturën gati, unë duhet ta besoja me të vërtetë atë si strukturë, si organizat dhe si kryetar. Nuk besoj dot asnjë deri më tani, edhe prandaj nuk jam futur kësaj pjese domethënë. Po, mund të futesha si kështu kandidat i pavarur, pastaj tek pull, vetëm, ashtu po. Ashtu futem, unë tek pull. Nëse si e gatshëm të bësh kompromise, është përgjigjja shumë e thjeshtë, ti nuk je i prirë për të qenë politikan. Politikani nuk ka skrupull, kështu që nuk e bën dot politikanin nëse s'bën dot kompromise plakoj. Vetëm ajo që mund të jesh mbret, diktator për shembull, ose në kështu, në një Jezus. Politikani kompromis. Të kuptoj. Hiqe vish rroba qysh ti je ngjyrat, e kupton? Jo, të kuptoj, e kam fjalën domethënë nuk bëj dot kompromise që janë për mua domethënë që janë pjesë shtyllës time morale, më kupton? Dhe këtu normale që ajo është gjëja e parë që do përpiqen do të bëjnë ata, sepse këto parti që janë, është e pamundur që ti të nisësh nga strukturat bazë, të ngrihesh në mënyrë të ndershme dhe të arrish të rivalizosh domethënë liderin atje me garë të ndershme, se këto folëm deri që parë, më kupton. Kështu që unë që të punoj për një njeri ashtu si duhet, unë duhet ta besoj me të vërtetë atë. Po se besova, unë nuk punoj dot, kështu që prandaj riktej më mirë. Po që të kesh kompromise domethënë politike, patjetër që po. Për shembull, ke një politikan si Albin Kurti ti, bëri kompromise me ata që ishte në lidhje me LDK-n. Ishte një diçka që nuk ju pëlqeu atij, e la lidhjen, ai u ra shteti. Ra shteti. Kështu që politikanët janë ata që mbajnë qëndrime dhe që sakrifikojnë domethënë çdo gjë që kanë, çdo fuqi për idealet e tyre. Dhe unë këtë mendoj që në Shqipëri duhet të vinë politikanë që mbajnë qëndrime dhe ju qëndrojnë atyre. Se çfarë bëhet pastaj me shtetin, jo këtej, po shqiptarët, domethënë sepse ka shumë persona të artikuluar, të edukuar, Shqipëria pafund që ka bërë shkollën në Amerikë, të çoni dirama kështu, ta bën shkollën vetë. Shqipërisë duhen njerëz me tope. Nuk i duhen njerëz domethënë që bëjnë gjëra këtu si ku ta diun si Saliani që ishte me Luzin Bashën, niku Luzin Bashën direkt në sajt. I duhen njerëz që të mbajnë
po nuk mbajte dot qëndrime si politikan, nuk je për Shqipëri domethënë. Do vazhdoj do jetë kjo gjendje. Super, pra. Super, okay, pra ti falenderojmë gjithë tash që na ndoqën live për giftet, si nga ana jote, si nga ana ime, për like e gjitha e tjera. Normalisht kjo do ngarkohet, siç e thamë. I falenderoj dhe unë shumë edhe Oldin që më ka dërguar ca gifte tani në fund. Kënaqësi që folëm për nisëm me Sali Berishën e përfunduam me debatet të tjera normale se nuk mundet të diskutosh vetëm. Prandaj janë të rëndësishme që ne të kemi debatet e tilla, domethënë sepse nuk jemi te Blendi Fevziu, apo e kupton, thjesht do të diskutojmë për atë që vjen. Gjithsesi, plako se unë kam vënë re kështu, edhe pse unë shkruaj gjithmonë në description, domethënë pyesi rob prap, domethënë që kush është ky, unë se nuk kuptoj si ka rob që nuk njohin akoma. Kështu që thoj çik robe, domethënë ç'a bën edhe ku të gjejnë. Henry Ismailaj, unë jam në YouTube me emrin Henry Ismailaj, në TikTok me emrin Ismailaj dhe në Instagram, që nuk është se postoj në një gjë, po që me emrin Ismailaj bëj video në YouTube, satir, komedi, të gjitha temave të ndryshme, i tregoj historiera për fëmirin, për shkollën, për shkollat, për universitetet, domethënë për aventurat, për të gjitha, edhe për aktualitetet politike, për çdo gjë që unë shikoj të arsyeshme që vlen për të diskutuar. Këtë bëj unë me pak fjalë. Super, pra gjuan gjithë tashin, YouTube, TikTok, Henry Ismailaj, normalisht në TikTok jemi tash edhe ta që gjën tani e shohin direkt, po pra ata që dëgjojnë më vonë. Ja, dhe këtë do ta hedhim në YouTube. YouTuberi i vetëm dhe më i mirë shqiptar që unë ndjek. Normalisht edhe ne e duam një çika të vëmendjen tonë, po ngeli na një çik nga Henry, na jepni ne Buçi Podcast në çdo lloj social media, YouTube, Patreon, drejtë shejtan, domethënë. Ju pëlqen, shpërndajeni. Si pëlqen, ju hëngër të mortja, çfarë themi tash ne. Bashk, natën e mirë vllai, gjithë mira dëgjojmë herë tjetër, gjithmonë super kënaqësi. Mirupafshim, kënaqësi me vërtet. Mirupafshim, ciao, kalofsh mirë.